Nuk është ai, jemi numër ka, tim aty, ata si isha shku, si sonë ata. Rruga, Zemaj, edhe Pinjane të shkojnë. Pa kanë mandatë. Edhe ka qekri tonë, të një pak. Nesi ta unë me kalu, pa ka një. Sizin sağlıyor tabi. Emre. Ha? Emre çekiyor. Alo. Orada. Çu? Largo. Për sot e mani? Jemi kthyer kështu bashkë pas këtyre pamjeve të drejtë për drejta në kuvendin e Republikës Kosovës, atje ku sot pritej të vazhdohet seanca e cila në fakt u la në gjysmë të martën, pra vazhdimi ishte paraparë që të ndodhte sot. Kemi përpara se të hynim në transmetim drejt për drejt kryesuesi i seancës së sotme, pra deputeti më i vjetër i kuvendit të ri të Republikës Kosovës, zotëriu Dehari, është natyrisht ka komunikuar me deputetët dhe nga sa dëgjuam, i njëjti ka propozuar që kryetarët e grupeve parlamentare të mblidhen në një sallë tjetër, sigurisht mbase një formë kjo procedurale për të vazhduar tutje. Vetëm pas pak Flamur Gajtani do të bashkangjitet me ne. Ardiana Faqi, gazetare, është me ne, autore e Kiks Kosovës. Përshëndetje dhe mirë se vjen, Ardiana. Azren Shalja, analist njës politik. Faleminderit shumë që jeni këtu. Merci. Mirë. Natyrisht në njërin drejt për drejt edhe ish gjyqtari gjykatës kushtetuese zotëriu Kryeziu në bashkangjitet vetëm pas pak, por fillimisht duhet patjetër të shkojmë tek Flamuri për të kuptuar dinamika se çka ndodhi saktësisht, për të marrë lajmin se pse ndodhi kjo shkputje dhe pse deputetët shihen pra duke konsultuar njëri me tjetrin. Shumica është aty dhe do të marrim informacionet deri në këto momente. Ardian, kemi parë këto. Aktualisht janë të 3 partitë opozitare, ato të cilat duket që janë duke konsultuar ndërmjet vete. Ajo që duhet të bëjnë grupet parlamentare dhe se zakonisht mblidhen para seancave ose kur ka ndërprerje të tilla, është për të arritur një marrëveshje se si do të procedohet tutje me seancën e kuvendit, sepse ka qenë e ligjshme ligjore, është ligjore që brenda 48 ore pas ndërprerjes së një seance, sepse nuk ka qenë një seancë mbyllur, ka qenë një seancë e cila është ndërprerë për arsye se nuk kanë arritur që të votojnë ose të procedojnë tutje komisionin për verifikimin e mandateve të deputetëve të kuvendit Kosovës, dhe me ato që është parë deri me tani, partitë opozitare të paktën Lidhja Demokratike e Kosovës dhe AKJ janë shprehur kundër dhe nuk duan që të votojnë pro këtij komisioni. Mirë, në fakt ashtu siç edhe e tham, ka qenë Dehari i cili ka ftuar përfaqësuesit e partive politike në takim përpara votimit mandateve. Flamur Gajtani është me ne, përshëndetje Flamur. Përshëndetje edhe për juve. Atëherë cilat janë të reja, të lutem? Ata siç keni mund me pa, aktualisht seanca konstituive, vazhdimi i seancës konstituive ka shkuar në pauzë me qenë se kryesuesi i saj Avni Dehari, duke u thirrur në letrën të cilën ja ka kthyer presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani, i ka ftuar për diskutime përfaqësuesit e partive politike, të gjitha partive politike që kanë fituar mandate në kuvendin e Kosovës, dhe sipas tij kjo për të siguruar që të mos bëjnë edhe ndonjë shkelje procedurale për të parë se si duhet vazhduar me tej vazhdimi i seancës konstituive, teksa gjatë hapjes së vazhdimit të seancës, zoti Dehari duke treguar që ato se çfarë kanë ngjarë në seancën e 15 prillit, duke treguar që me mosvotat e partive
PDK, LDK, Lista Serbe dhe AK, të cilët nuk kanë votuar pro raportit e Komisionit për verifikimin e mandateve, është detyruar që të ndërpres salën ndërpres seancën derisa tani, ka ftuar përfaqësuesit e partive politike për të konsultuar me ta se si duhet vazhduar tutje, pavarësisht që gjatë thirrjes së tyre ai ka hasur faktikisht në paknatësi nga deputetët e partive të tjera, jo nga lëvizjave të vendosjes, siç kanë qenë deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe ata të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët i kanë thënë që duhet të vazhdoj punimet e seancës dhe të mos bëj devijim nga rendi ditës, por edhe nga udhëheqja e seancës, meqense ai duke dhënë atë rikapitullimin për ato se çfarë ka ndodhur në seancën e para 2 ditësh, ka përmendur që deputetët e këtyre partive nuk e kanë votuar raportin dhe që këta kanë pasur një lloj proteste për ato se pse është përmendur kjo dhe i kanë thënë që nuk ka mandat për të folur për ato dhe edhe rregulloria e kuvendit faktikisht e ndalon që një pyetje thelbësore, a ka shkuar opozita në këtë takim të konsultave që ka thirrur vetë Dehari? A ka shkuar opozita aty? Po. Pavarësisht në fillim kishte paqartësi nëse ata do të shkojnë ose jo, për kishte edhe pakënaqësi ndaj tyre që të shkojnë në sallë, mirë po aktualisht e kemi parë përfaqësuesit e këtyre partive, siç janë Time Kadria nga AK, Hykmete Bajrami nga LDK dhe Përparim Gruda nga PDK, që kanë shkuar me disa minuta vonesë në këtë takim dhe do të shohim tutje se si do të veprohet, meqense një gjë e tillë është pamundsuar që të kalojë pra raporti i Komisionit Verifikues në seancën e kaluar, do të shohim nëse do të ketë ndonjë marrëveshje ose nëse do të njoftohet komisioni që anëtarët të cilët janë pjesë e ekzekutivit kanë dhënë ndërheqjet e tyre ose jo. Opozita ka qenë e palëkundur nga qëndrimi që ata të njëjtit duhet të dhënë ndërheqje, përqendse në të kundërtën bëjnë shkelje kushtetuese nëse votojnë këtë raport me duke qenë në detyrë edhe me tutje gjithsej 10 prej anëtarëve të kabinetit. Flamun një tjetër informacion sepse ishte folur gjatë ditës së djeshme nëse Adem Hoxha do t'i bashkangjitej grupit parlamentar të AK-s. Ka ndonjë zhvillim zyrtar në lidhje me këtë? Pavarësisht që është raportuar edhe gjatë ditës së sotme në deklarim të shkurtër të kryetarit të AK-s Ramosh Haradinaj gjatë hyrjes në kuvend, ai ka lënë të theksohet që ka qenë i hapur edhe për zotrin Hoxha, por edhe për deputetët e tjerë të pakicave jo serbe që t'i bashkojnë grupit e tij. Ai në një farë mënyrë e ka konfirmuar këtë, mirë po ka thënë që duhet ta pyesni edhe një herë vetë zotrin Hoxha nëse do t'ja konfirmoj. Pavarësisht që ka pasur tentim të gazetarëve për të marrë një përgjigje edhe nga zotri Hoxha, i njëjti nuk ka pranuar që të flasë në lidhje me këtë çështje, mirë po kur ka filluar vazhdimi i seancës, i njëjti është ulur pranë deputetëve Beg Berisha dhe Daut Haradinaj dhe jo tek ulësit e fundit ku janë të ullur vetëm Berisha nga egjiptianët dhe Duda Balje nga bosnjakët, pra kjo një mënyrë e ka konfirmuar atë që është raportuar që zotri Hoxha mund të jetë bashkuar grupit parlamentar të AK-s. Kjo meqense aktualisht AK-ja ka vetëm 5 deputet, meqense 3 deputet të nismës, nga 8 gjithsej se kanë fituar si koalicion, kanë thënë që do të veprojnë si të ndarë nga AK-ja në këtë legislatur dhe AK-ja me 5 deputet nuk mund të krijojë grup parlamentar brenda kuvendit të Kosovës dhe duhet së paku 6 deputet për të krijuar grupin parlamentar. Mirë, të faleminderit shumë sepse kemi edhe të tjera lidhje që po na presin, do të jemi prapë në kontakt me ty në momentin që ka zhvillime brenda sallës së Kuvendit Republikës Kosovës. Tani shkojmë direkt tek zotriu Kadri Kryeziu, pra ish gjyqtar në gjykatën kushtetuese, që vazhdon të jetë me ne në këtë transmetim drejt për drejt. Zoti Kryeziu, përshëndetje, mirë se vini në program. A ishte domosdoshme që të mblidheshin partitë për të konsultuar kur diej tashmë rendi ditës? Po patjetër duhet më konsultu se sa përket kushtetutës dhe ligjeve në fuqi, ato janë të qarta, tash ka probleme të natyrës bisedave ose njerëzore. Kështu që asnjë rezultat nuk mund të mërrinjet nëse nuk bisedojnë partitë në mëveti. Detyrë parësore e ka partia më e madhe që ka deputet më shumë, ka përgjegjësi më të madhe, duhet më ulë dhe me diskutu për të kalimin e kësaj krize, domethënë procedurale. Në fakt, dhe cili presni që mund të jetë verdikti i këtij takimi? Verdikti, nëse se në marrë vesh, verdikti i këtij takimit mund të jetë sikur par dje, kur ka qenë, do thonë njëjtë.
Dhe zotri Kryeziu kishte aludime se partia kishte një skenar nga opozita apo qeveria në shkuar edhe gjithashtu një skenar tjetër nga opozita. Si e komenton ju krejt çfarë ndodhi partia dhe mendoni nëse një situatë e ngjashme do të mund na përsëritet rrjedhimisht tash e tutje? Unë besoj që po, nëse nuk janë marrë vesh, dihet se është i farloj fushate pas zgjedhore kjo dhe partitë opozitare janë të interesuar që ata të marrin pushtetin dhe është kjo një farloj prove, nëse mund t'i bëj gjatë një vota, atëherë gjatë një vota në vitin edhe për qeveri. Kështu që shumë problem pastaj për qeveri. Tu është këtë pojnta, sa përshon aspektin politik. Mirë, pra, zotri Kryeziu, si pas asaj që unë kuptova, mund të themi se ka zvarritje edhe për arsye se nuk po bëhen votat e duhura. Po ka mundësi, dhe më thonë për kjo vazhdon, bazë rregullore së parlamentit, vazhdon çdo 48 orë, seanca e cila ka fillu përmbyllet vetëm kur zgjedhen trupat e parlamentit, respektivisht kryetari dhe 5 kryetarë. Por a mund të shkoj deri në pafundësi kjo çdo 2 ditë apo ka edhe kjo një afat se kur mund të përfundoj? Jo, këtu faktikisht nuk ka afat se kur kemi hartuar kushtetutën s'kemi mund mi parapa këto veprime, nuk ka afat, domethënë vetëm është ai përgjegjësia të cilën e kanë partitë politike dhe deputet për me kriju institucione. Po në qoftë se për shembull se duan të shkojnë në zgjedhje, pra mund ta prolongojnë atë proces një kohë shumë të gjatë? Në zgjedhje mund të shkojmë në momentin kur nominohet mandatari, dhe brenda 15 ditë nuk mund ta themeloj qeverinë, respektivisht plus 10 ditë, atëherë shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme, janë në zgjedhje presidenti ka për obligim të nominoj zgjedhje, dhe më thonë për 40 ditë, fushata zgjedhore është 10 ditë, dhe shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Dhe do të thotë verdikti kryesor këtu është që pa u zgjedhur kryetari i kuvendit edhe ashtu nuk mund të shkohet në zgjedhje nëse ka një vullnet të tillë. Por kanë qenë partitë opozitare sot nga LDK kanë deklaruar se sërish nuk do ta votojnë raportin i cili u bë problematik në seancën e së martës për shkak që sipas tyre as kryeministri as ministrat nuk kanë dhënë ndërheqje. Shumë prej jush, zotri Kryeziu, Është shumë e ndërlikuar kjo, domethënë është rregulluar me ligj, por me ligjin për domethënë rregullohen në parlamentin plus kushtetuta pritur në rregull, por janë të jashtë veprimet janë jashtë ligjore dhe jashtë konstitucione. E qartë, dhe zotri Kryeziu, si e shihni realisht mbarvajtjen e seancës sotme dhe mendoni se edhe sot do të përfundojë si seanca e parë? Nëse nuk janë përgatitur, nuk janë marrë vesh, kjo do të jetë një reprizë e seancës kaluar. E qartë, dhe tani dua të bisedoj pak me ju, zotri Shala, si shikoni këtë lloj situate, kujt i konvenon dhe pse ndodh sipas jush? Po, zotri Kryeziu, natyrisht po mund t'ju lirojmë sepse e dim që jeni shumë i kërkuar në ditët e sotme edhe nga kolegë tjerë gazetarë. Jam ligjërata student. E kuptoj. Ligjëratat e mbara, zotri Kryeziu. Kaloni mirë, suksese. Faleminderit shumë, zotri Kryeziu. Shumë faleminderit që ishit me ne. Azdran Siçra, domethënë, çfarë mendon për këtë situatë të krijuar dhe kujt i konvenon një situatë të tillë? Interpretimeve ligjore që ky shteti jon 2008 në nis shtetet do më na dal fakultet juridik në fund. Problemi është që unë mendoj që kjo situatë i shkon për shtatë ose është skenari Kurtit. Ai qëllimisht nuk po jep dorëheqje as ata ministra, sepse kjo seancë që tha zoti Kryeziu është e pafund, edhe kjo ose i jep kohë me ble deputet, sepse ati me 61 në gjykimin temi ka 61 numra. Po ai me 61 numra nuk e bën qeverinë sepse atëherë varet nga një person, nga vullneti i një personit, ekzistenca ose mandati i qeverisë. Pra atëherë është e pamenqur nga opozita kur kërkon që fillimisht qeveria dhe ministrat të japin ndërheqje, sepse në momentin që ata do të bëheshin deputet, të paktën procesi do të lëvizte, sepse kështu, siç po thua ti, i shkon për shtati, ka kundërthënie të mëdha ligjore. Sepse kryeministri ka deklaruar që me datën 27 mars ka dhënë ndërheqje nga pozita në mënyrë momentin kur ka pranuar të verifikohet mandati i deputetit, çka i është certifikuar mandati. Në rast se zotri kryeministri nuk kishte dhënë ndërheqje të cilën thënë të drejtën e ka mbajtur të fshehur deri në ditën kur është datën e 15. Në rast se zotri Kurti nuk do të jepte ndërheqje, ligji është shumë i qartë, ligjin të cilin e ka votuar vetë në vitin 2022, ku thotë që mandati i qeverisë përfundon në momentin kur, ose i anëtarëve të qeverisë përfundon në momentin kur një ditë para ose disa kohë para se të bëhet certifikimi si mandatar për deputet të Kuvendit të Kosovës. Dhe zotri Kurti në mënyrë tinzore ka dhënë ndërheqje, e ka depozituar në KQZ dhe më pas ato e ka mbajtur të fshehur deri në datën 15 prill,
kur e ka prezentuar si njoftim në kuvendin e Kosovës. Në rastin a ka ndonjë shkelje në qoftë se jepet dorëheqja në formë tinzore dhe pastaj shfaqet siç u shfaq? Nuk e di me interpretu në këtë aspekt. Një problem. Base Azdreni në këtë rast byty që mund na interpretoj këtë. Nëse mund ta komentoj politikisht. Këtë rastin me llonë dorëheqje, sipas juristëve që i kungu me shumë mendje këto ditë, ket kabineti qeveritar që tash janë deputet. Secili do të me deponuar sekretarin e qeverisë dorëheqja në shkrim, sekretaria e qeverisë ja përcjell kuvendit, atëherë kuvendi procedon tutje. Por ndryshe, opozita nuk e voton verifikimin e mandateve, komisionin por verifikimin e mandateve. Apo e bllokon vetën opozita duke mos e votuar. Nuk e shkel ligjin, po këtu ka një lojë. Kur ti po don e din këto që se bëjnë opozitarët, me drejtë se bëjnë, ky po don në qëtë afat kohort, pa fundësisht, se dikush këto ka me qenë gjykat kushtetuese, se kjo do të pas një interpretim nga kushtetuesja. Ky po don e para me ble kohë, me marrë vota, e dyta po don me stigmatizu qeverinë në rast se shkojnë zgjedhje. A parë në racionin, lista serbe edhe opozita. A kur ti o ka bën lojë politike, i vetëdijshëm që po e shkel ligjin që e ka votuar vetë për më tepër e ka shtinë fuqi, prandaj për mua kjo është komplet faj i partisë parë, e cila po mundohet në çdo mënyrë, me përdorë çdo makinacion por me demonizu opoziton edhe eventualisht me arrit qëllimin e vet. Cili është qëllimi? A qeveri me mbi 60 numra apo me shkuar në zëra të tjera, këto me tonë pa lidhje me vazhdim. Por Azdran, ju keni qenë edhe pjesë e këtij procesi zgjedhor. Ta përfundoj ta. Qëllimi i tij është me dal publik që këta s'mundojnë me bu qeverinë. Narracioni i 2021-s. Dua ta marrë një këndvështrim të Azdrenit, sepse ka qenë pak më brenda procesit sekret në studio të paktën në këtë proces zgjedhor. Azdran, çu shpeshet ti situatën, edhe a e keni prit realisht që mujna marrë të një si pozite të i marrë parasysh se duke qenë pjesë edhe fushatës parazgjedhore paka shumë i ke ditë parametrat e numra ku mujnë musil? Po mendoj që ajo që ka mund të them politikisht është se ne edhe pse nuk mund të fitojmë, nuk fituam, arritëm që ndoshta ndikojmë që do pësohet qeveria, sepse gjitha agenda ose diskursi ka uzës tonë politike ka qenë i drejtuar kundër partisë në pushtet. Ajo që ka është e sigurt prej momentit kur ka jenë publiku rezultatet është që është ditë që nuk do të ketë qeverit fort, nuk do të ketë qeverit qëndrueshme, nga se janë polarizu qëllimisht nga ana kryeministrit opozita me pozitën përmes edhe fjalëve të rënda cilat qëllimshme. Po pse nuk i don të tjerë kryeministri sipas jush? Sepse është autoritar. Unë mendoj që ai dëshiron që gjithë pushtetin ta mbajë për veti. Edhe i ka përjashtu duke qenë nevojtar që të marrë mbe veti një parti të madhe opozitare për të pasur stabilitet politik për 4 vite, i ka përjashtu me diskursin e tij natën e fitores, dhe në këtë rast polarizimi ka shku dhe me tutje. Kjo pamje tanishme e pa precedent kuptimin juridik, procedural dhe parlamentar, ka qenë e pritshme, pajtona me Azdrenin, për arsye se është e vërtet që tashmë ka një pozicion shumë qartë proceduralisht përcaktuar nga ligji se çka duhet të bëjë kryeministri dhe deputetët cilët kanë qenë ministra. Bas ligjit për qeverinë, cilën vetë ka miratu kryeministri, pa presion, 2022-ën, në 26 e përcakton në mënyrë shumë qartë që duhet t'jap dorëheqje nga postet ekzekutive. Në këtë rast nuk mund t'jap dorëheqje. Pra u shkel ligji për formën si dha dorëheqje. Edhe të ushtroj detyrën e kryeministrisë, sepse tash nuk kemi kryeministrin detyrë. Ky duhet t'jap dorëheqje dhe duhet t'ia lëshoj pozitën e tij. Edhe një dorëheqje edhe në tinzisht, a mund të merret si mirëqenie ajo dorëheqje? Pa në bazë ligjit, i cili derivon nga përcaktimi kushtetues që një deputet nuk mund të ushtrojë njëkohësisht edhe mandat ekzekutiv edhe legislativ, e njëjta është rregullu pastaj me ligjin e qeverisë që nuk ka pas ligj më herët deri në 2022-ën dhe kryeministri peshkel vet ligjin, cilin vetë ka miratuar. Por megjithatë, sepse sot këtyre ditëve natyrisht dalin të ndryshme analiza dhe ta zëm Sani kryetari i Gjykatës Kushtetuese ka dhënë disa prej mendimeve të tij në këtë çështje. Pyetja ime për ty Azdran është, a është e domosdoshme që t'jipet dorëheqje, sepse në momentin që do të merrnin pra betimin si deputet të Republikës Kuvendit të Republikës Kosovës, në mënyrë automatike nuk do ta ushtronin në mënyrë të plot asnjë nga postet qeveritare. Kushtetut, po mënoj ligji. E deri në krijimin e qeverisë ata do të mbeten detyrë. Qeverisë i miratuar në vitin 2022 nuk ka asnjë lloj ambiguiteti, paqartësie juridike, shumë i qartë, është obligativ i detyrueshëm për secilin
funksionar, zyrtar që të jap dorëheqje paraprakisht para se të miratohet mandati i tij si deputet. Rrjedhimisht nuk mund të ishtroj dy pozicione njëkohësisht. Edhe një pyetje kam përpara se dalim në analizë. Është qartësuar kjo çështje shumë në nenin 26, më fal, është shumë e qartësuar përveç dorëheqjes. Do thotë është edhe pika e parafundit kur flet që nuk guxon asnjë antar i qeverisë të ketë konflikt interesi. Dhe në momentin kur ata betohen si deputet të Republikës së Kosovës pa dhënë dorëheqje në qeverinë e Kosovës, i bie që të jetë konflikt interesi, gjë që shkelet sërish ligji. Por a duhet që qeveria e Republikës së Kosovës të mbetet pas një ministër dhe kryeministër në detyrë? Jo, ministra ka. Nëse i shvotue Komisioni për verifikimin e mandateve, seancën e parë ose sot, pa dhënë këtë dorëheqje, shumë ka mundësi, edhe o shumë afërmendëve, që ky kuvend i ri që krijohet me shkruajnë gjykatë kushtetuese e gjykata vendimtare këtë kuvendin. Edhe ky skenar i Kurtit, mendoj që e ka menuar, mi qitë në Kurt, nëse do me shku në zgjedhje, kjo skenar gjithmonë flasim nëse do me shku në zgjedhje. Arëzoj vetë më pas, për mes kushtetusës. Po, me kuvendin, po nuk i beson kushtetusës, po, është i obligum me të votu vendimin. Qysh e pa të rëzua atë kohë qeverin hoti... Por më interesant të di diçka, nëse ka dhënë dorëheqje tinzisht, a i bie kjo që në qoftë se nuk do t'i kërkoj pastaj të mos e tregon të fare? Kurti ka bërë deklarim publik, kur të shitërheqën, qeshat e ministra tjerë, a e pa aty ku është qëllimi tyne, mas seancës parlamentare të dështoj, morën vendime dhe mbledhen... Këta u këthy në qeveri, këto e në vendime antikushtetuese. A kemi të qartë? Edhe anti-ligjit që e kam buvet, sepse ligjit qartëson që... Antikushtetuese, sa i ligjë ma forë se kushtetuta. Mund t'i marin. Këti personit që e kam në Albin Kurti, nuk po i rrinë kur qysh demokracia. Ky po tonë deputet, kryeministër, mbret, e kështu s'ka se ne jemi Republikë Parlamentare. Si duket po mbushet prapë parlamenti, e shohim se po kthehen deputatët. Nuk dim se ka lidhje me ndonjë zhvillim të ri atje, por natyrisht janë nga komunitete duket. Po shoh Emilia Rezgjepin, Nena Drashić dhe Nena Drashić patjetër dhe të tjerët duke hyrë në sallë mbas edhe mund të ketë përfunduar ky takim, por derisa dhe duket se ka zhvillime, po kthehet edhe të tjerë. Le ta çojmë linjën fillimisht atje, të shohim nëse ka diçka. Nëse ka pranuar partia në pushtet me dhënë dorëheqje formale. Edhe njerë, po mund të komentojmë nëse partia në pushtetë të ndosja ka pranuar me dhënë formalisht dorëheqjet, mi depozituar në sekretarinë e qeverisë, pastaj mi përcjell kuvendit, seanca pak vonohet dhe të krijohet ky formalitet shumë administrativ. Pra mund të jenë duke i bërë dorëheqjet? Po, pra nëse nuk ka, tash zoti Deari ka më në lajmëruar që shtyhet seanca prapë se s'ka votim. Në realitet qëndrimi... E qëtë në votim edhe s'ka votim. Qëndrimi i opozitës nuk është qëndrim i ngurëcimit politik, ose i pengimit konstituimit kuvendit, po është edhe i mbrojtjes ligjshmërisë. Po tjetër. Po janë duke për këtë të parën po akuzon realisht nëse i shohim rrjetën. Ligjshmërinë dhe kushtetueshmërinë e procedurave të konstituimit në kuvendit, që është përtej arsyeve politike. Bytyqi, ka pasur, sepse po shoh edhe të media tjera, kolegë tjerë, gazetarë duke raportuar për këtë që po ndodh sot, vërejtje nga opozita që kryesuesi i sotëm, zoti Deari, nuk e ka mandatin që të ftoj partitë politike në konsulta. Si e interpreton të këtë pjesë? Absolut, në bazë të rregulloreve të kuvendit Kosovës, të gjitha detyrat cilat i ka kryeparlamentari në një pozicion të tillë në praktë të konstituimit të kuvendit, i ka deputeti më i vjetër. Pra ai e lun rolin, pra është ushtrues detyre i detyrave të kryeparlamentarit deri në zgjedhjen e tij formale. Mirë, zonja Besa Luzha është me ne në këtë ndërsim të drejt për drejt. Besa, mirë se vjen. Mirë se ju gjeta. E pashmangshme në komentimin e proceseve politike, por edhe në ndërtimin e institucioneve të reja. Si po e sheh Besa në fakt krejtë që po ndodh sot në ditën e dytë të përpjekjeve për ta konstituar kuvendin? Kur dëshiron dikush me probleme dhe mos me zgjidh punë, si opozita, si pozita gjejnë, si me thonë, vegza lloj-llojshme për me pengu procesin. Letra që është dërguar nga presidentja, po dhe hiq pa i pas dërgu letrën presidentja, deputetët duhet ta kenë të qartë që është në përgjegjësinë e tyre, ata janë të zgjedhurit e popullit edhe një familje nuk kanë nevojë edhe të presin zoti Deari të konsultohen në një shoqëri normale, ata do të takoheshin vetë, do të bisedonin, do ta shqyrtonin se a mund të pranohen këto dorëheqje që janë dhënë nga ose që janë paraqit, a duhet të ketë edhe një
lloj forme tjetër edhe ma formale nëse duhet, cilat do të ishin parakushtet për të vazhduar me këtë formalitet të pikës së parë për të verifikuar mandatet, edhe pastaj nëse për shembull opozita do të konsideronte që është shkel ligji kushtetuta, është e drejta atyre plotësisht të votojnë kundër, siç kanë votuar edhe në radhën e kaluar, edhe mandej ka procedura me të cilat në farë mënyrë dërgohet në kushtetuese procedura, seanca, edhe shqyrtohet se a kanë qenë në përputhje me kushtetutën të gjitha procedurat e përdorar, si që kemi pa edhe në radhët e kaluara. Hapësirë për interpretime të dy kuptimshme ka, sepse nuk po është shumë e qartë, do të thotë që çka nënkupton dorëheqja, a duhet me vazhdu detyrat, a duhet i jepet përgjegjësia zëvendës kryeministrit, do të thotë ne po ndëgjojmë për shembull nga përfaqësues të ish antar të gjykatës kushtetuese, të cilët po thonë me bindje të plotë që dhënia e dorëheqjes nuk nënkupton që ministrat edhe kryeministri mos të vazhdojnë atë qeverisje në detyrë deri në krijimin e qeverisë së re për t'ia dorëzuar mandatin qeverisë që do të zgjidhë. Jo, zotëri Shala, e lajmë ta përfundon zonja Lusha për arsye se kemi një lidhje direkte nga kuvendi. Po zonja Lusha, përfundoni ju lutem. Pastaj edhe interpretime të tjera, kështu që duhet të sqarohen këto, por kur është vullneti i politikanëve, ata mund të procedojnë me tutje për hapat formal, e mandej kur vjen punat e çështjet politike, secili prej subjekte mund të përdor veprimet e lejuara politike për të shtyrë interesat e tyre përpara. E qartë, zonja Besa, faleminderit shumë, ju ftoj të qëndroni me ne. Pranë kuvendit të Kosovës kemi edhe kolegën tonë Qëndresa Bellagoshi, ajo e cila do të na tregoj edhe detajet e fundit në lidhje me atë se çfarë po zhvillohet brenda, gjithashtu edhe në pjesë tjera të kuvendit të Kosovës. Qëndresa, përshëndetje. Po, dhe në fakt ka pasur një adresim të Albulina Agjiut, për arsye të rrjetit, nuk kemi arritur ta dëgjojmë, mund na citosh lutem se çka tha zonja Agjiu? Po, përshëndetje, atëherë tashmë është në fakt e paqartë se si do të vazhdoj të mbahet kjo seancë, meqense pas kërkesës kryesuesit për të vazhduar me një konsultim me partitë politike, kemi pasur Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Arbërinë e Kosovës, të cilat kanë dalur shumë shpejt nga ky takim i thirrur nga Avni Dehari dhe kanë thënë se në fakt është krejtësisht e paarsyeshme forma se si ata e kanë thirrur në fakt këtë takim, të cilin e kanë quajtur të paprecedent dhe të paarsyeshëm, për faktin se seanca e së martës kishte përfunduar dhe ishte proceduar në fakt me qenë se nuk kishte vota të mjaftueshme për të kaluar raporti për verifikimin e mandateve. Nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Zara Sarkisa, njësoj si edhe Hykmeti Bajrami që mori pjesë kjo e fundit në këtë takim, e quajtën krejtësisht paarsyeshme këtë formë të përzgjedhur nga ana e zotërit Deharit. Në këtë rast edhe thanë se është formë e paarsyeshme të vazhdohet tutje, njësoj si tha edhe zonja Kadria, e cila nuk tregoi në rast se ky raport në mënyrën se si do të vazhdoj është ende pa qartë, por që sido që të jetë në rast se lëvizja dhe vendosja i bën votat për ta kaluar, nuk dihet nëse partitë opozitare deri tash që kanë qenë pranë opozitë do ta çojnë këtë në kushtetuese ose jo. Pas tyre këtu në ullën e kuvendit është deklaruar edhe Ministra në detyrë Albulina Agjiu, e cila edhe ajo e ka quajtur të paarsyeshme në këtë rast sjelljen e 3 partive, në këtë rast PDK, LDK e AAK, duke thënë se janë duke tentuar që ta bllokojnë konstituimin e kuvendit, meqense sipas tyre kërkesa për dorëheqjen e tyre në mënyrë formale është paarsyeshme, meqense Agjiu konsideron se kjo tashmë është bërë dhe tashmë është zyrtare, dhe ajo ka ironizuar duke thënë se mbase kërkesa e tyre është që ata të dalin në shesh dhe ta bëjnë të ditur dorëheqjen e tyre, meqense në formë zyrtare sipas tyre tashmë është bërë, por pa treguar nëse e kanë bërë këtë me një akt, siç janë duke kërkuar tash disa ditë edhe partitë e tjera të cilat nuk votuan pro verifikimit të mandateve. Ajo tha se është
tashmë jo fort e njohur se si do të jetë vazhdimi i kësaj seance, me qenë se është situatë goxha e re në këtë rast dhe se sipas saj ftesa e Deharit për të konsultuar edhe një herë me partitë ka qenë krejtësisht e arsyeshme dhe të lutem më thuaj nëse tashmë edhe të tjerët kanë dalë nga kjo sallë ku po mbahej pra kjo mbledhje. Më dëgjon Qëndresa? Rendi për të votuar për këtë raport, por edhe për pikat e tjera të cilat parashihen në rast se kalon raportin, nëse i kanë 61 vota të cilat nuk i patën të martën, por një deklarim të tillë për qëndrimet pas këtij takimi nuk e pati edhe Partia Demokratike, të cilet thanë se deklarimin do ta bëjnë vetëm pas përfundimit të seancës. Megjithatë, para se të hynin në seancë, deputetët e kësaj partie janë deklaruar se nuk ndryshojnë qëndrimet nëse nuk janë ndryshuar rrethallat. Po, Qëndresa, apo më dëgjon të lutem sepse u ndal këtu para se të fillojë seanca dhe tha se nëse nuk kanë ndryshuar rrethallat në këtë rast. Duket se Qëndresa nuk na dëgjon, megjithatë është tepër thelbësore të dimë se tashmë ka nisur deputetët që të kthehen brenda sallës, edhe të tjerët përpas. Qëndresa, më dëgjon tash më mirë? Mirë, se kemi komunikimin me Qëndresën. Faleminderit Qëndresa Bellagoshi, do të provojmë të marrim këtë informacion me pamjet në kuvend brenda sallës deri atëherë vazhdojmë diskutimin këtu. Dhe Azdren në këtë moment, zotri Bytyshin këtë rast, në këtë moment kemi një lojë, do të thotë, të dy palët që fajsojnë njëra tjetrën. Na interesojmë të dimë sakt se realisht për kushtet e krijuara për këtë blokadë kush është fajtori. Në aspektin gjyqësor, normal, ligjor në fakt. Do shta më kompetente për dhënë një përgjigje sakt do të ishte një jurist i fushës konstitucionalizmit, pra kushtetuese, drejtës. Po keshim edhe zotri Kryezio. Por unë konsideroj që mbas interpretimit cilën ne si jurist jemi të lirë t'japim, karshi ligjit dhe karshi kushtetutës, qeveria përderisa kryeministri është dorëhequr, dorëheqja llogaritet në llogaritë të gjithë qeverisë, pa përfshirë dorëheqjen e ministrave, do duhet që të njëjtit zëvendësohen, pasi që me ndryshimet ligjore përkatësisht me miratimin e ligjit të ri në vitin 2022, dispozita është e qartë që nuk mund të ushtron dy funksione. Në praktikë, në kaluarën, ka ndodhur që është konsideruar që quhet qeveria në detyrë deri në themelimin e qeverisë të re. Mirë, po këtu kemi një situatë kur këta kanë për të mandatuar si deputet dhe njëkohësisht nuk mund të ushtrojnë funksione të dy feshtat në të njëjtën kohë, edhe ekzekutive dhe legislative. Ngërçi se si duhet kalohet, mendoj janë dy. E para është mundësia miratimit të mandateve dhe pastaj vendosjes së presionin ndaj mandatarit parë për formimin e qeverisë, këtë rast po besoj kryeministit Kurti, që ai ka numrat për të bërë qeverinë dhe pastaj mbetet në dorën e opozitës që ta dërgojnë në gjykatë kushtetuese procedurën e miratimit të mandateve përkatësisht konstituimit të legislaturës së re. Ose e dyta është që të dërgohet në rast edhe sot dështon në mënyrë hipotetike, edhe pse ka zëra përkatësisht deklarata të deputetëve nga pozita e kaluar nga partia më e madhe të asdaljat të saj, që i kemi votat për kalimin edhe të këtij raporti, por përkatësisht edhe të miratimit të kryeparlamentarit, atëherë Por është një çështje interesante, sepse ne gjithmonë po flasim prolongimin e krejt procesit për arsye të mbledhjes së votave të reja për formimin e qeverisë. Dhe tash dua ta pyes diçka tjetër. Zotri Shala, mendoni se mund të hup deputet të tjerë Kurti në këtë formë pra, gjatë kësaj pauze? Jo, sepse e ka përdor përveç atë kontrabandimin financiar, po thon kushtimisht, po e përdor shantazhin. Shantazhin? Po, shantazhi mas është mi thonë deputetëve. Si kryeministri i Kosovës i shantazhon deputetët? Po, i shantazhon publikisht, sepse ka deputet nga ana e opozitës, edhe nga minoritetet, që nuk e dyrojnë dot personi publik. Cilësimi si bashkëpunëtor ose të nënshtruar ndaj Radojqiqit, ka deputet që dorëzohen, dje ka zëra sigur. Kryeministri i Kosovës ai që do t'i cilësoj deputetët çka janë? Ai pe cilëson. Dje ka informacioni që deputeti nga rahat e minoriteteve jo serbe, veton Berisha, ka deklaruar Kurti që unë të votoj, ta votoj qeverinë, nuk janë pjesë e qeverisë tënde, e kini vot temën, veç këto cilësime Radojqiq këto mi hiqë se nuk janë
mira dhe ndershme për mua si karakter. Pra, Tom Berisha ka thonë në Keks Kosova saksisht natën me 15 që ai është pro, do të votoj, do më thonë, vota ati është pro qeverisë nëse vije votimi i qeverisë, por nuk ka thënë që do tjetë pjesë e qeverisë, megjithëse ka treguar që ka qenë në bashkëbisedim me Kurtin për këtë çështje, madje edhe kanë folur për një pozitë të ministrit dhe disa pozitat e tjera, normalisht që të cilat janë duke i kërkuar, apetitet e secilit deputet janë të mëdha dhe normalisht në një situatë të tillë, ato edhe shkojnë duke u rritur. Çka nëse lista sërbska voton pro tash për qeverinë? Mund të Gërvalla nga thonë Bukaresht këtë desh. Narrativa e pushtetit është që edhe nëse lista sërbe voton, edhe pse unë mendoj që ata vetë kanë biseduar. Pra, do të thotë deklarata e Gërvallës ishte komplet pjesë e skenarit. Opinionin publik, po, për opinionin publik, për narrativën e tyre që nëse votojnë ata janë... Koordinimin e fsheht me na paraqit gjëja aksident. Dhe me këna ka koordinim? Po, pra, sigur ka koordinim. Ka koordinim, normal I që ke pa prej përgjimim të mimozës. I kemi pa në KQZ që insistojnë dy zyrtarët në ndosës mi adhon 306.000 lista serbe. Pa fundësish ka koordinime. Kështu që tash këta koordinimit në fshet, sepse moralisht këtë denigron, mundon me na paraqit si aksident. Paralimimin e parë... Pra, kur gjë aksidentale. Prit ka. E boni Donika Gërvalla para 2 dite. Ndërkohë na kemi takim mes Kurtit edhe Adem Hoxhës. Adem Hoxha është njeri bashkëpunëtor i Radio Qytetit. Por i njëjti shkoj tek AK-ja? Nuk e di, nuk o zyrtare kjo, por ai ka takim. Që i vjen, Kurti është falve, Kurti është gati me fol edhe me një person i cili ka bashkëpunim me Radio Qytetin. Ku dallimi është mes Adem Hoxhës edhe tjerëve nga lista serbe. Por të shkuar prapa gjithë kësaj, ka qenë kamera e Klan Kosovës që ka kapur në fakt komunikimin e ish-ministrit Elver Krasniqi me një person AK, inicialet e cilit kanë qenë AK, dikush ka supozuar që mund t'jetë vetë për shkak inicialeve, koincidencë mund t'jetë, nuk e dim këtë, por që në fakt aty përmenden pra 4 votat e listës serbe. Dhe kjo deklarate Gërvallës erdhi pas kësaj, të paktën kështu historikisht mund ta arsyetimi tyne. Se këta deri sot kur gjë nuk kanë shpjeguar. Kush janë pra ata 4 deputet të listës serbe që e votojnë? Nuk e di me emra, unë nuk mund të them me emra, po di nisën tjetër. Krahas 4 ose 5 deputetë të listës serbe, që unë jemi bindur që është marrëveshje e kryme. Si pas informacionet mija, burime janë gëdët besueshme, 2 deputetet LDK-s kanë votuar qeverinë. 2 deputet të LDK-s? Deputete. Deputetet të LDK-s. 2 gra nga ratë LDK-s kanë votuar qeverinë. Babai njerëz ka folur, mos. Jo, nuk ka rasti për to, janë 2 tjera, ajo është hapta se voton pak në opoziton, në rregull. 2 deputete tjera, që s'po i thon emrat, unë i kam edhe emrat. E qartë, kemi 2 nga PDK, sepse kishim një abstenim. Deri sot nuk ka, ajo e shpjegoj pse e ka bë abstenimin, se si shkon e bindon. Dhe ka një pyetje thelbësore këtu, a është Dimar Basha sot në seancën e sotme të kuvendit? Dhe pse nuk ishte në seancën e kaluar? Unë thash, e para ka skenar, ti kishin interesu Kurtit me kalue verifikimi komisioneve, a i kish marrë këtë deputete vetë. Po a i deshti me qitë opozitën keq dhe me ka një koordinimes opozitës e listës serbe. Mirë, e qartë, vetëm se kemi mbetur bërë zonjës Besa Lusha, të cilën e kemi në lidhje direkte, por e kam një pyetje shumë të shpejt për Azdrenin, presioni publik i cili u cek që po i bëhet deputetëve të pakicave. A mund t'i kthehet me një padi kryeministrit për shembull? Jo, kjo është presion politik. Mendoj që është një strategji politike e cilën e ka përdorur në të kaluarën, pra tendenca për ti ndërlidh partitë e caktuara me një blok pro-shtetror dhe pro-kombëtar dhe me një blok antikombëtar që navigon me listën sërbska. Ne i dim që ato partitë politike secila ka identitetin e vet politik, edhe nuk janë domosdoshmërisht lidhura për kthize, edhe as deputete minoriteteve. Këta deputete minoriteteve ai çka ndodh me këtë zvarritje që vetëm do t'i rritet pazari. Ata cilët ende nuk janë përcaktuar ose nuk kanë një marrëveshje decisive me kryeministrin për pozitat, për funksionet, sa do të marrin pushtet e tjerë, ose një marrëveshje rreth parimeve eventuale, do të rrisin pazarin. E qartë. Zonja Lusha, ndjes për një moment ishim te kuvendi dhe nuk të kishim me pamje, ndjes nuk të pam që të kemi live ende. Në fakt u përmend mundësia që 4 deputet nga lista serbe ta votojnë qeverinë Kurti. E sheti një lojë, një skenar, një lojë fjalësh këtë, apo mund të ketë vërtet? Shqyqani, kjo është në temu shumë pjesa e listës sërbska. Ne dim gjithë jemi të vetëdijshëm që element nga kjo listë të prirë nga terroristi Radojqić do të thotë kanë bërë edhe agresion kundër shtetit tonë. Mirë po, nuk e kuptoj për çfarë arsye, domethënë ka qenë e pamundur që lista sërbska të një familje të pamundsohet të garoj në këto zgjedhje dhe ai verdikt duhet pranuar tashmë. Votat e komunitetit serb
janë ndarë në mes të zotit Rashić edhe 9 mandateve të lista srpske. Dhe sado që ne mundohemi një familje edhe me janë atemu edhe me linqu, ata do t'jenë aty, deputet, dhe do t'jenë kyç në votimin e shumë vendimeve të ndryshme ku kërkohet edhe 2/3 e votave. Po, dhe ata janë anatemuar pikrisht nga lëvizja vetëvendosje, zonja Luzha, sepse në të kaluarën duke ditur që janë pra një obligim kushtetues, megjithatë në kaluarën kanë bashkëpunuar të tjerët, por ka qenë vetëvendosja. Sepse nëse në të kaluarën do të thotë ka pasur dhe ndoshta një bashkëpunim formal, qoftë nga akterët të partive të kaluara, qoftë edhe nga vetëvendosja si që është dokumentuar me rastin e po themi inqizimit dhe bisedës deputetës Mimoza, një mënyre të gjithë kanë bashkëpunuar në një formë, edhe që ka është më e rëndësishmja me u kujtu deputetëve që të gjithë do të duhet në një moment apo tjetër me marë miratimin edhe të 9 deputetëve të listës srpska, sidomos në vendimet ku vota e tyre si 2/3 e votës e minoriteteve është e nevojshme. Dhe nuk po flasim vetëm për ligjet të cilat kanë të bëjnë në aspektin nacional, si me thënë, sigurisë ose të ndrimit të kushtetutës ose të gjërave të rëndësishme, por për shembull edhe çështjet siç janë ligji i lartë, i arsimit të lartë, e çështje të tjera ku ata do duhet ta kenë. Po pavarësisht kësaj, kjo qasja domethënë që përsëri në këto momente kur është fillimi i formimit të institucioneve me pas gjuhë polarizuese dhe me u nda në tradhtare patriot është gabim dhe këtë duhet thënë. Une mund ta kuptoj domethënë taktikat e njërit grup apo tjetrit për të përfituar ndoshta në një farlloj poena politik ose nëse ka synim për shembull për të përgatitur, si me thonë, për zgjedhjet e ardhshme, por kjo nuk I shkon në favor as kujt, as partner, as partive politike të cilat sot do duhet verifikoni mandatet e tyre, as qytetarëve, as shtetit Kosovës, prandaj duhet gjetur minimumin e mundshëm njerëzor edhe të shkohet përpara me konstatimin e mandateve, pastaj bëhet betejë politike se kush e ka shumicën edhe kush nuk e ka. Në këtë fazë, unë mendoj që duhet edhe për opozita me pas një mirë kuptim, nuk bëj thirrje domethënë që ata të votojnë nëse besojnë që kjo është shkelje e ligjit, por njëkohësisht duhet bërë thirrje edhe për subjektin vetëvendosje që nëse veç janë dhënë dorëheqjet dhe po pajtohen edhe po konstatojnë që janë të nevojshme, pse duhet të jetë aq problem që ato dorëheqje të jepen edhe një herë në mënyrën formale nëse ka mbet, po them aty pezull, sepse ne për momentin nuk po e dim se ku është ngërçi sot. Nëse kemi ditur për javën për dje, për domethënë ditën e parë, sot nuk po e dim ku është problemi dhe apo pranohen ato dorëheqje të dhënuna në atë formë si një lloj minimumi I mundshëm për të shkuar më tutje. Në anën tjetër, edhe nëse ka kundërshtim nga opozita, nëse lëvizja vetëvendosje I ka të siguruara votat, dhe sipas ekspertëve të rregullores dhe procedimeve në kuvend, sot as nuk kanë nevojë të jenë, si me thonë, shumica për 61 votave. Sot mjafton që shumica e deputetëve të pranishëm të votoj për raportin në mënyrë që të kalohet më tutje me betimin e deputetëve. Prandaj lëvizja vetëvendosje ose duhet të ofroj, si me thonë, dorëheqjet në formën në të cilën po kërkohen, ose nëse don të shkoj përpara, atëherë duhet të siguroj që shumica e deputetëve të pranishëm të votojnë për raportin dhe të kalohet ky ngërç. E qartë dhe ishim këtu në studio duke folur pak edhe për tregtimin në mes të deputetëve dhe zotri Shala tha se tani më vetëm se ka disa informacione për disa lëvizje. Zotri Shala tha se keni shumë të sigurt realisht burimin e informacionit, por në qoftë se ato burime janë të besueshme, atëherë pse nuk shohim diçka në kuadër të konstituimit të kuvendit? Sepse s'kemi emra, sepse kuvend duhet kesh edhe emra. Okej. Në gazetari e kemi këto, nëse kemi burimin shumë të sigurt që disa persona do të votojnë, atëherë I dim edhe personat të cilët do të votojnë qeverinë. Por mendoj që nuk qëndrojnë këto dhe besoj që zotri Kurti nuk I ka votat, edhe nëse I ka votat e listës
e nismës, 3 votat e nismës të cilat qysh në start janë diskutuar që do të Këto votat e LDK-s për cilat po flet zotëri Shola. Ma dha fjalën mua veç. Ini si po si po hin edhe ti për çata. S'në prej pas një për nese. Mirë, Unë mendoj që kurti i ka numrat e qeverinë. Po kurti don me çata numra eventualisht me kalu kuvendin kështu, verifikimin e mandateve, në mënyrë që dikush me quajnë gjykatë kushtetuese e pastaj me ra këtë kuvendi. Sepse atëherë i shkon kuvend jo ligjor. Votet për qeveri i ka. Edhe ka me kalu madje edhe verifikimin e mandateve në këtë formë, pa ndërheqje, e dikush nga opozita qënë në gjykat, edhe ky kuvend shkon shpi përmes vendimit gjykatës. Shojmë dika duke konstituar lutem në kuvend, duket se është shihet Fatmi Limaj, Gjvajira Izmaku, Arbresha, deputete e nismës dhe dy të tjerët duket vetëm Berisha. Vetëm Berisha është nga komunitetet, vetëm Berisha duket se është aty po. Mirë, Enis Reqica është bashkangjitur me ne këtu. Faleminderit shumë Enis që je në Kosovë Today për të diskutuar edhe gjithë këtë që po ndodh në fakt. Vazhdojnë diskutimet, besoj ti ke qenë jashtë duke i përcjellur gjitha edhe deklarimet që mbase ne i kanë thënë edhe gojarisht dhe mbase edhe në formë të shkruar, pra njerëzit që politikanët që do të pritet të bëhen deputet, nga opozita thonë se Dehari se kishte mandatin për të ftuar në konsultime. Faleminderit shumë edhe juve për mundësinë, po ato ishin deklarimet e që të gjitha grupeve parlamentare në ardhje, të LDK-s, PDK-s e AK-s në hold të Kuvendit Kosovës. Ajo që ka vlen të theksohet në këtë rast është një dokument që u shpalës nëpër media të një procedure se çka mund të ndodhë ditën e sotme, çka dokumente të cilën e ka pasur zotri Dehari para tij e që thuhet hapat çka duhet të ndërmirren sot. Pra, hyrja, përshëndetja, numërimi i anëtarëve deputetëve të cilët janë që dolën të janë 118 e jo 120 dhe më pas të vazhdohet tutje menjëherë në votimin e raportit për verifikimin e mandateve të së martës. Me që thua që janë 118. Nuk u bë me dije ende nga kolegët që janë atje se kush kanë munguar. Ditën e kaluar ka munguar Dimal Basha nga grupecioni i vetëvendosjes, për çka edhe u tha nga Emilia Rexhepi këto ditë që nuk kanë qenë të gjithë deputetët e pranishëm, andaj ne i kemi votat, por nuk ishin të pranishëm. Në këtë rast, zotri Dehari nuk e respektoi atë lloj dokumenti të cilin po e qarkullon se menjëherë do të dojë të shkonte në votimin e atij raporti. As të ketë fare diskutime, sepse kam përfunduar diskutimet, në këtë fazë nuk parashihet asnjë lloj diskutimi, por do të dojë të shkonte direkt në votim të atij raporti, madje, as nuk do të dojë të thirreshin anëtarët e atij komisioni ad hoc, i cili u formua të martën. Pra po blihet kohë. Si duket po. E qartë, zotri Shola... Mirë po janë rikthyer. Dehari është kthyer në karrikën e kryesuesit të zhvillimeve të sotme në seancën që pritet pra të konstituohet kuvendi, dhe natyrisht edhe kjo është një pyetje legjitime pse u vonuan kaq shumë nëse opozita nuk mori pjesë, mbase kanë tentuar që t'i mbledhen e dy të tjerë që po mungojnë? Fix. Që ndose s'po i dimë. Të shohim tash a do të rinumërohen përsëri deputetët që do të jenë pranishëm, a do të jenë 120 dhe a do të votohen ajo sepse si duket nuk ka pasur kurfar koordinimi mes palëve as në atë takim ku s'marrën pjesë deputetët e PDK-s. E qartë kemi edhe pak një adresim të fundit zotri Shola përderisa jeni duke lëshuar studion. Tregom çfarë po pret realisht tashmë, prej që erdhëm këtu në studio deri tashmë në këtë moment që po kthehen deputetët. Çfarë pret se do të ndodhë? Sigurt nëse këta që shpëshiet që jo, nuk e kanë dhënë dorëheqjen sipas rregullave, sipas ligjeve, pra kabineti qeveritar që janë tashmë deputet, opozita nuk e voton këtë raport për verifikimin e mandateve, kurti mbase i ka numrat, për atëherë futemi me një situatë të re, me një kuvend jo legjitim, i cili për mendimin tim e shkel kushtetutën. Kush e çon? Kush e çon kushtetuese? Sepse nga partitë opozitare. Ose dikush përmes avokatit popullit. Se këtu ka institucione tjera, të cilat e monitorojnë nga tjetrën. Që kjo ndarja kushtetet demokratike. Si mendon zotri Bytyshi, mund të ndodhë një gjë e tillë në aspektin ligjor, ajo që po thotë zotri Shola? Dërgimi mund të ndodhë, kurse opinioni gjykatës kushtetuese, sa mund të konsiderohet një shkelje e tillë që ta delegjitimoj komplet procesin e konstituimit të kuvendit dhe ta dërgoj vendin në zgjedhje, kjo mbetet të shihet. Dhe mendoj që mbetet si opcion, po jo si... Më falni, Ganimeti Musliu po më merr në telefon në këto momente, po e ka ndërprer. Mirë, sepse dua ta shoh live. Nëse ka bërë padashje, nuk ndodhet në brenda sallës, se kishte një sako të kaltërt.
Mirë, Altrin Shala, falinderit. Një përshëndetje. Me që kështu e lëshoj studion Zotri Shala, i cili ishte duke qëndruar me ne në lidhe me blokun e parë që i dedikohet pra konstituimit të kuvendit, ndërsa ishte kolegu Jone Nisi, i cili ishte duke na treguar pak më shumë informacion rreth lidhin me një dokument. Po, dokumenti i cili u shpalës prana për disa media gjatë ditës së sotme, ku tregon sakt hapat çka mund të ndodhë sot. Sot do të duhej thjesht të shihej nga Zotri Dehari se sa antari ka brenda sallës, ku u verifikua që ishin 118, dhe me njëherë të dërgohet dhe të procedohet për votim të dytë të atij raporti për verifikimin. Por kjo nuk ndodhi, i çoi në diskutim përsëri. Dhe interesantja ke që në momentin kur Zotri Dehari kërkon përfaqësuesit e partive politike që të shkojnë në sallën N10 për diskutime, njerëzit e parë që u ngritën në këmbë për të shkuar ishte zoni Haxhiu, nga vetëvendosja Albelen Haxhiu, për të shkuar pra në këtë diskutim. Pra si duket ashiqare që është një lloj tentimi në koordinim për të shkuar dhe ta zhagitur këtë farë pune, sepse të tjerë deputet mbetën sikur të heshtur pse më shkuan në diskutime, kur nuk është parapa diçka e tillë, sepse atë dokument e kanë pasur sigurisht edhe deputetët e tjerë. E qartë, Ardiana, si sheti realisht, po bëhet shumë një farloj pazari për momentin. A me ndonë se do të ndryshojnë këto pazare me numra? A me ndonë se do të ndryshojnë raporti numra? Sepse nga ajo që po mundemi të kuptojmë nga analiza deri tanishme, janë numrat ata që po na sjellin krejt këtë situatë aktuale. Në fakt prej fillimit, prej që janë kryer zgjedhjet, ajo të cilën unë e kam parë dhe ka menduar ka qenë që ne do të shkojmë në zgjedhje të reja para se të kemi një qeveri të re, për shkak se është e pamundur të krijohet një qeveri me numër të tillë. Dhe nëse do të kemi një qeveri, do të jetë një qeveri e cila do të jetë tetë zbat, një qeveri e cila nuk do të arrijë, do të thotë vitin tjetër do të rrezohet më njëherë për shkak se mungojnë numrat për ta bërë presidenten, sepse vitin tjetër kemi edhe zgjedhjen e presidentes që duhet patjetër të jenë 2/3 e votave të deputetëve të shumicës. Unë mendoj që ndërkohë që gjithë gazetarët janë fokusuar në mesazhet që marrin deputetët gjatë këtyre ditëve, sepse të gjitha pazarat po bëhen aty, sa i përket asaj që pra jemi në periudhë pazari. Normal. E nisi është që e vërtet pajtona dhe unë më të, që kjo është një blerje kohësh, sepse Albin Kurti thjesht po don me e rrit mbledhjen e qytetarëve të Republikës Kosovës me pamundësinë për me kriju qeveri, është e njëjta strategji që e ka përdorur në kohën e pandemisë, kur është rrëzuar nga kuvendi për shkak se Lidhja Demokratike e Kosovës ka vendosur që të mos bashkëqeverisë me të, dhe e ka përdorur gjithkohën, gjë që ka ndikuar që të ketë edhe rritje të elektoratit dhe ai mendon. Të tregon edhe për faktin që Zotri Dehari këtë rast nuk tregoi se sa minuta duhet të shkojë. Kurti është kthyer në kuvend, kurti po është ndoshta edhe nuk di. Realitet edhe ftesa cilat e ka bërë Zotri Dehari është ftesë jo zyrtare, sepse ai nuk e ka detyrën që të thras mbledhje zyrtare. Ti u pyeta më herët për këtë, dhe kështu vdel. Thash kjo vetëm mund të jetë konsultim jo zyrtar, mund të thrasë formën e konsultimit jo zyrtar, po jo mbledhje zyrtare. Po nuk qëndron sepse marrëveshjet janë politike dhe ato tashmë nuk kanë çka anëtarët e grupeve as ata që janë përcaktuar si shefat grupeve parlamentare të japin. Akoma s'janë votuar fund të fundit, Mirë, ja këto janë pamjet, vetëm pak më herët është bashkangjitur pra edhe kryeministri i detyrë Albin Kurti, i shoqëruar edhe me Klon Jufcën, Haxhiu tashmë. Kush mungon? Kush janë dy deputetët që mungojnë, mbase do të provojmë e ta kuptojmë, por deri tani kush është Albin Haxhiu aty afër? Jo, nuk pidi mende sepse tash është fillimi kur kanë zënë ulçet e nuk po i mbajmë mend nga e marta se kush. Deri të mësojmë edhe na duhet pa kohë. Basha është, janë. Po Dimal Basha që ka munguar në rishtin e dytë. Martën është. Kryeministri Çenka, ka vetëvendosur duket që sot janë të gjithë. Por tash a janë të gjitha votat për të kaluar me 63 mbetet të shihet, por si duket përsëri mbetet i njëjti qëndrim i opozitës. PDK-ja sepse ministrat në fjalë nuk e kanë vazhduar atë. Po, por ishin dy forma të mendimit të cilat i sqaroi shumë mirë zotri Bytyshi. Ajo karrika është e Albin Deharit. Po, mundësi. Faleminderit për koreksin. Ishin dy forma, pra e para është ajo që po supozohet se në këtë formë opozita po e bllokon pozitën, dhe ndërsa tjetra është që opozita në këtë formë po e ruan lidhshmërinë e shtetit Kosovës duke mos rënë dakord. Basti interpretimit cilën unë ja bëj, nuk është interpretim kategorik,
Fjala e fundit gjithmonë i mbetet gjykatës kushtetuese, i cili është autoriteti më i lartë juridik për të interpretuar ligjshmërinë dhe kushtetueshmërinë e vendimeve dhe veprimeve të zyrtarëve të lartë, funksionarëve të lartë shtetëror në secilin fushë. Në këtë rast, ky është gjykimi im, ky është leximi im juridik i ligjit mbi qeverinë. Unë mendoj që kjo është ajo që ka po bën opozita, po tashmë mbetet të shihet sepse edhe nëse miratohet sot raporti, hym në një fazë të re, e që ai far TikTok-i ka ndau nëse i numrimit shkon në disfavor të mandatarit parë. Që duhet sa më shpejt të ndodhë. Le ta kemi edhe audio regjia, që ta dim kur të kalojmë plotësisht atje, mos i ndërpresim edhe të ftuarit. Ka nisur. Në salë jenë gjithsejt 100 deputet, të nderuara deputete dhe deputet, i falenderoj përfaqësuesit e partive politike që erdhën në konsultim. Takimi shpërfaqi qëndrimet aktuale të tyre. Pati përfaqësues që braktisën konsultimin. Fatkeqësisht nuk pati konsenzus. Seanca do të vazhdojë brenda 48 orëve në orën 12 me 19 prill 2025. Me shpresë që deri atëherë do të ketë pajtueshmëri. Ju faleminderit të gjithëve dhe mirupafshim së shpejti. Pra, zotëri Bytyqi, ajo që pak a shumë u fol në këtë studio edhe ndodhi. Do ta kemi një seancë tjetër. Unë mendoj që zotëri Deari plotësisht është duke keq përdorur pozitën. Duke keq përdorur? Absolut. Sepse nuk tentoi fare me hedh votim. Nuk tentoi fare me hedh votim raportin, kjo nënkuptohet që ka skenar. Nuk i ka votat dhe i njëjti gjeti një arsyetim, një justifikim më mirë të themi, për të prolonguar dhe për shtyrë këtë seancë në një varg të pafund 48 orësh. Arsyet mund të jenë që si ka bëu 61 numra ose i mungon dikush nga 61 numrat e premtuar për votimin e qeverisë, po kjo mendoj që është një keq përdorim i pozitës së përkohshme të drejtimit. Keq përdorimi i pozitës nga zotëri Dehari, çfarë thot për ju? Unë mendoj që kjo politikisht e ka mesazhin që pushteti aktual nuk është i interesuar për konstituimin e Kuvendit. Dëshiron që ne të shkojmë deri në qorë sokak derisa të siguroj votat e plota ose derisa të lodh deputet tjerë, sepse interesi është ai deputetëve tjerë të konstituohen, që t'i marrin të drejta, t'i marrin pagat, ta kenë mandatin e siguruar, që t'i lodh deri në një zinxhir pafund. Mandej është edhe një rrezik tjetër. Ka deputet të cilët nuk janë sigurt që mund të fitojnë një mandat tjetër. Dhe këtu, domethënë, vjen pikërisht ajo që ka Azreni, që mund të lodhen dhe mund të thonë nëse ne shkojmë në zgjedhje, ne do ta humbim mandatin dhe normalisht nuk do t'i kemi privilegjet. Dhe ashtu do të mund t'i blejmë më lehtë. Do është një politikë. Dhe kujt ishte gabimi? Fakti që opozita në seancën e së martës me gjitha shkeljet që mund të kenë. Nuk gabim të opozita, sepse opozita e di qartë që edhe nëse shkon në kushtetuese, nëse është shkel kushtetuta, atëherë ky kuvend do të rrezohet dhe normalisht që do dalin që opozita ka shkel. Po nëse ka deputet të cilët mendojnë se mund të mos bëhen më prap deputet, a do të kishte vullnet që të qohej në kushtetuese kjo? Do të kishte vullnet, do ta çonin, ndoshta vetë Albin Kurti do ta çonte në kushtetuese, ne s'dim atë gjë, sepse politika e tij është pak e çuditshme, mënyra se si vepron, pavarësisht që ne të gjithë e dimë që çdo gjë që ai e bën për të mirën e lëvizjes vetëvendosje dhe për të mirën që del në popull si një njeri i cili është i vetmi që e do këtë vend, është i vetmi njeri i cili mendon për këtë vend, sepse të tjerët të gjithë nuk e duan dhe punojnë normalisht për të tjerët, për Serbinë, ashtu si që ka qefti cilësoj me kundërshtar politik, me media, me gjitha ata të cilët nuk mendojnë si ai. Kështu që është thjesht një lojë e Albin Kurtit, e cila ndoshta është pikërisht ajo që tha Azreni, që do t'i lodh deputetët dhe mund t'i blej më lehtë disa deputetë të cilët nuk do ta kenë të sigurt mandatin nëse do të shkojmë në zgjedhje. Adriana Thaçi, faleminderit shumë se e di që ke punë me Kiks Kosova natyrisht për edicionin e ri që të transmetohet sonte në orën 19. Faleminderit shumë që ishe me ne. Përpara se të kthehemi te ju, le ta çojmë sinjalin tek kuvendi, duke parë edhe pra mbase mund të kemi edhe adresime nga atje.
Pra, aktualisht si duket sala e Kuvendit Kosovës vetëm se është duke u zbrazur, tani më deputetët po lëshojnë salën e Kuvendit të Kosovës, e gjithashtu një mbledhje ardhshme pritet të ndodhë pas 48 orësh, por se çfarë mund të ndryshoj pas 48 orësh performën, se si u la kjo mbledhje? E thash kesh përdorim, po them me një fjalë, kjo është pengmarrje politike. Pengmarrje politike? Absolut, për arsye se nuk është e paprecedent që të merret detyra e mbajtjes së seancës dhe fare të mos tentohet, miratohet, duke ditur që i ki shumicën dërmuese të deputetëve në pjesëmarrës në parlament. Pra, këta kanë paragjykuar. Dhe e dyta është, kjo pamje është pamja fatkeqësisht që ndoshta do të na shoqëroj për 4 vite. A kemi adresime të deputetëve, ju lutem? Në qoftë se kemi duke u bërë gati, okej. Po, vazhdoni zotëri Bytyqi, pastaj na i lëshojnë edhe adresime. Kjo do të jetë pamja ndoshta e përditshme e Kuvendit Kosovës, dhe është pamja, absolut, kjo do të jetë pamja e pafuqisë dhe jo stabilitetit politik në vendin tonë. Mirë, Membri Krasniqi, le ta ndjekim bashkë, kryetari PDK-s. Kryetar të Kosovës sot u bën dëshmitar të faktit që partia që ka dole para edhe ish pushteti e uzurpun një drejt kushtetuese që a jep përmes deputetit më të vjetër për me e siguru mbarvajtjen e seancës, po me bo diçka tjetër. Me uzurpu këtë drejt për me pengu rrjedhën e seancës. Unë mund t'ju them që këta sot vje kesh mënyrë të organizume, kanë orë me pengu seancën, ja ku i keni skenarin, skenari ka qeni qartë, skenari dhe vetëmja punë që ka posë sot kryesuesi seancës është, me ardhë dhe me dhonë të ndëruar, konstatoj so janë praneshëm dhe vazhdoj me punimet me hudhë në votim, që të njëro edhe një mikrofon, s'po i vendos një mirë, dhe një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Pra, sot ka pasur uzurpim partijak të institucionit përfaqësues qytetarëve të Kosovës. Në vend se të zbatohet skenari i seancës, vazhdimi i saj, të hudhet votim raporti, një gjë e tillë nuk ka ndodhur, por është keq përdorur kjo e drejtë që i takon deputetit më të vjetër si kryesues seancës për me arrit qëllime partijake politike, e cilat janë ato, besoj po e dini qartë. Këta jo që s'kan shumicë, por këta s'janë as afër shumicës. Dhe unë i ftoj që mos ta mbajnë peng konstruimin e Kuvendit Kosovës, mos ta mbajnë peng themelimin e institucioneve të vendit, mos t'i mbajnë peng nga fatet kushtetuese, por le të vinë seancë dhe le të votojnë. Normalisht që nuk kanë drejt me qenë në pozicione ekzekutive dhe legislative në të njëjtën kohë, por nuk munden me u sjell me këtë shpërfillje kaq të hapur ndaj vullnetit qytetar, ndaj kushtetutës vendit, ndaj ligjeve të Republikës Kosovës. Është vërtet përkeqardhje, por sot pati një shpërfaqje krejtësisht të qartë të një faktit pamohueshëm. Këta nuk kanë shumicë parlamentare dhe me qenë se nuk kanë, po dëshirojnë me ble kohë. Me ble dhe 48 orë kohë për me bo pazaret politike të cilat, unë për ju them, edhe mas 2 dite do t'i kenë në nivel në njëjtë, nuk do t'kenë shumicë. A ka pyetje dikush? Faleminderit. Mirupafshim. Mirë, atëre, diçka që më intereson shumë. Enis, ti me Kadriaj, sepse kemi shumë pyetje për Enis dhe Azrenin. Le ta dëgjojmë edhe ti me Kadriaj. Shpejt Enis, për shkak të rregullorës, siç është, në fakt ose deputeti më i vjetër ose më i ri e udhëheq seancën. Dehari ka bërë punën e tij, por Sala Jashari është më e reja. Mund të ketë switch, mund të ndrohen. Që në mënyrë që mos ta kesh përdorur më pas Dehari. Vetëm në mungesë, përparësi ka i vjetër. Dehari, atëherë zonja rikthehemi shumë shpejt të dëgjojmë adresimin e deputetës time Kadriaj. Dhe kërkoshe me ble kohë që deputetet edhe njëherë të formohet komisioni ad hoc për verifikimin e mandateve, gjë që s'ka pas nevojë dhe ne konstatuam se s'ka nevojë sepse një raport i tillë ka ardhur në seancën plenare dhe me shumicë votash është miratuar edhe pse ka pas vota kundër edhe ka pas abstenime. Ne kemi prit që seanca të vazhdoj, ashtu edhe i tham në konsultime që duhet të vazhdoj në pikën që ka ngel, që ka qenë votimi i raportit, sepse në fakt aty ka ngel seanca konstituive e para 48 orëve dhe ne pritem që të ketë votim, ndërsa krejt rasisht
konstatoj sa deputet janë prezent, që nëse ti ki dëshiru me mbyllë seancën, çka ka rëndësi sa deputet janë prezent në sallën plenare, dhe pas konstatimit të numrit të deputeteve tregoj që me qenë se s'ka pas konsensus, ne do e mbyllim seancën edhe seanca tjetër do të jetë pas 48 orëve. Kjo është antikushtetuese, është antiligjore, sepse në fakt ai është dashur që këtë raport sot ta hull në votim në mënyrë që deputetet sipas dëshirave dhe qëndrimet votojnë pro, kundër apo të abstenojnë. Dhe nuk e kanë asnjë arsye sot që opozitën me e akuzu për bojkotim të konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Pra, ti me Katria, le të shkojmë te zonja Luzha, kam nevojë për një koment të saj pas kësaj që ndodhi në fakt. Është shumë zhgënjyse e unë vërtet, sepse sot është ka qenë rendi që të votohet raporti, ashtu si që konstatuan me të drejtë disa nga deputetet. Nuk e kuptoj ku është tashti, do të thotë, ngjecja, si që tash, sepse nëse ditën e parë opozita ka votu kundër dhe për shkak që kanë munguar 10 votat e përfaqësuesve të komunitetit jo serb, të cilët kanë dëshmuar apo kanë deklaruar që janë pjesë, do të jenë pjesë e votimit, si themi, për t'i bërë numrat e nevojshëm për shumicën. U tha që kanë qenë rastësisht jo, nuk kanë qenë të pranishëm, nuk e kanë kuptuar që ka filluar mbledhja, do të thotë disa arsyetime teknike. Sot është dashur që të mobilizohet votimi edhe të mos ketë, do thotë, ngjecje matutje. Qëndrimet e partive opozitare kanë qenë të qarta, që pa ndërheqjet në mënyrën që ata i kërkojnë që të jenë formale, drejtuar Kuvendit, me tekst të qartë, edhe, si me thonë, me pastrim të asaj se a janë ende në pozita ekzekutive apo jo. Ajo ka qenë, ka mujtë ajo me u konsultu që a janë të pranueshme për deputetet e opozitës ndërheqjet të cilat janë ofru, a kërkohet në një formë tjetër, ajo mund të ketë qenë subjekti i konsultimeve, por që të janë konsultuar dhe kanë ardhur në seancë e pastaj të mos vazhdohet me votim, sepse ndoshta situata sot do të ndryshonte. Nëse kanë qenë shumica e deputetëve prezent, do duhet konstatoj edhe votimi i sot shumë se a është për, kundër apo ka abstenime. Mirë po që të pamundsohet fare votimi, nuk e di, specialistët e këtyre procedura mund të japin rekomandimet. Është thënë nga komentues të procedurave të Kuvendit që deputetët mund të mlidhen edhe vetë edhe pa, si me thonë, thirrjen nga kryesuesi më i vjetër. Zonja Luzha, nëse ka mundësi ta dëgjojmë, kemi edhe zonjën Mimoza Kusari dhe ish ministrën e drejtësisë, të cilat tani Albulena Agjiu, të cilat sapo e kanë filluar një adresim për media. Rikthehemi prapë te kjo. Në të cilin ishim të pranishëm të gjithë përfaqësuesit e partive politike, nuk pati asnjë konsensus. Pra kishte qëndrimet të kundërta me njëra tjetrën. Në këtë drejtim, më duhet të theksoj faktin që letra që presidenti Osmani ka drejtuar tek kryesuesi i seancës konstituive kërkon që të gjejmë zgjidhje për të mos u bllokuar konstituimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe për ta gjetur këtë zgjidhje duhen konsultime. Pra nuk mund të vim të një zgjidhje pa pasur paraprakisht konsultime ndërmjet partive politike. Ne sot ishim të gatshëm që të japim kontributin ton për zgjidhjet e mundshme që mund t'i kemi para vetës. Unë isha e pranishme në këtë takim, bashkë me mua zonja Kusari Lila, në të cilën jam bashkë edhe në këtë konferencë, dhe Saranda Bogujevci. Pra, ne si subjekt politik, si parti politike, duam ta korrigjojmë vendimin e gabuar të Kuvendit të Republikës Kosovës. Pra kemi plot vullnet që ai vendim të korrigjohet, por duhet të shohim se cila është mënyra për ta korrigjuar atë vendim, duke pasur parasysh që as me rregullorën e punës Kuvendit, as me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, as me ndonjë ligj tjetër
në fuqi nuk është e parapar një situatë të tillë, duket që ligjvënësit ose deputetët të cilët e kanë hartuar rregullorën e punës së kuvendit nuk e kanë parapar një situatë siç ka ndodhur në një moment të tillë kur kuvendi vendos mos me i verifiku mandatet e deputetëve të cilët janë certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pra ne do t'jemi sërish në seancën që është thirrur nga kryesuesi Dehari, kemi edhe një herë vullnet të plot që të propozojmë edhe mënyra se si duhet shkuar tutje. Unë më herët e përmenda njërën nga ato, a do t'jetë një komision i ri për verifikimin e mandateve, apo komisioni që e ka kry këtë punë herën e parë, ta bëj sërish përgatitjen e raportit të ri që do ta sjellë në kuvendin e Kosovës, është një çështje që mund të diskutohet, por natyrisht mund të ketë edhe propozime tjera. Prandaj jemi këtu për gjetur zgjidhje, për të ofruar mundësi dhe për t'i kryer detyrat tona si deputet kuvendit të Republikës së Kosovës. Zonja Kusari Lila. Faleminderit, zonja Gjiu, të nderuara media, të nderuar qytetarë të Republikës. Është për keqardhje situata dhe rrethanat në të cilat është vendosur organi më i lartë i shtetit, organi legjislativ Kuvendi Republikës së Kosovës. Ajo çfarë duhet të ishte një proces i thjesht i votimit, më shumë teknik se sa politik, me të cilin të gjithë deputetët e Republikës, të cilit kanë marrë mandatin nga qytetarët e Republikës, e konfirmojnë vullnetin e tyre për aktivitetin e tyre si deputet me një votim, e kanë vendosur në një rafsh politik dhe kanë shprehur në një farforme jo vetëm pabesin e tyre për ato mandate, por gjithashtu edhe mos pranimin e rezultateve. Zgjedhjet kanë qenë me një rezultat të qartë, si në vitin 2021, si në vitin 2025, lëvizja vetëvendosje me partnerët e vet ka dalë partia e parë, fituese, dhe natyrisht që veprimin e tyre politik kanë mundur të vazhdojnë me votimin apo mos votimin e kryetarit të kuvendit dhe organeve të kuvendit. Por jo e vendosën në një rafsh në të cilin treguan se nuk janë pajtuar as me rezultatin më herët e as me rezultatin tani, dhe me çdo kush duhet të shërbejnë ose duhet të jenë në funksion të bllokimit të shtetit. Nuk ka asnjë logjik tjetër përveç se bllokimi i institucionit më të lartë për të proceduar pastaj me formimin e institucioneve, se sa mos marrja pjesë ose votimi kundër marrjes së mandateve të tyre. Nuk ishte ky votim ose propozimi i qeverisë, nuk ishte ky votim ose propozimi i partisë së parë në zgjedhje. Kjo është një procedurë e thjeshtë, e cila asnjëherë më parë nuk është kontestuar ose nuk është bllokuar në formën se si është bërë tani. Kjo vetëm e tregon se ju kanë shterë të gjitha format kreative të opozitarizmit që asnjëherë nuk i kanë pasur dhe nuk po mund t'i gjejnë, dhe tashmë vendosin veç të bëjnë një bllokat të thjeshtë të shtetit apo institucionit. Tani më lejoni vetëm në dy çështje t'ju tregoj se sa larg shkon zelli i tyre për të bllokuar në mbledhjen e cila u thirr nga kryesuesi i seancës, përveç se pat e para reagime absurde në të cilin ti nuk ke mandat në aftosh për konsultime, nëse ne nuk debatojmë si të zgjedhur të popullit për të dalë nga ky ngërsh, nga kush e presin? Presin thirrje nga ambasadat, presin që dikush t'ju bëj presion të natyrës tjetër. Është absurde ti thonë zoti Dehari, kryesuesi të seancës, ti nuk i drejt në aftosh. Çfarë të drejtë kanë ata të kontestojnë çështjen bazike, dialogimin, si të procedojmë tutje. Në kuadër të kësaj, siç e tha ministri Haxhiu, është edhe çështja tjetër, në të cilën ne asnjëherë më parë s'jemi përballuar në aspektin ligjor. Një ligj që nuk votohet në kuvend ose që rrëzohet në kuvend, siç është rrëzuar certifikimi i mandateve, duhet 3 muaj që pastaj t'i kthehet kuvendit. Ne nuk kemi një legjislacion që e tregon që në rast të rrëzimit të dosjes ose raportit të Komisionit Qendror Zgjedhor, edhe njëherë po e ritheksoj, i vetmi institucion përgjegjës për verifikim dhe certifikim të zgjedhjeve dhe mandateve është Komisioni Qendror Zgjedhor. Grupi punues lidhet për të bë një verifikim formal mbi prezencën e deputetëve në sallë dhe natyrisht mandateve të cilat janë pranuar dhe bëhet betimi i deputetëve. Ata atë e kontestuan. Domethënë diçka që në fakt nuk është përgatitur as nga Komisioni punues. Si dhe më lejoni gjithashtu që drejt për drejt t'i përgjigjem zonjes Time Kadria që ishte këtu para nesh në raport me përgjegjësitë e kryeministrit. Ta lexojnë mëre, ta konsultojnë ligjin,
është shumë i qartë ligji mbi qeverin, i cili tregon kompetenca. Qeveria në detyrë nuk mund të emëroj ose të inicoj emrime në pozita të larta, vetëm në rastet ku ato pozita duhet të konfirmohen në kuvend ose duhet të konfirmohen nga presidentja. Që është kjo padituri sistematike, që janë këto gabimet të vazhdueshme me cilat synohet të kontestohet çdo gjë, me një fakt banal, pse shkon kryeministri apo ministrat në zyrë. Cila është krenaria të zbrazën zyret dhe të mos jenë këta në funksion. Të vazhdojnë, veprimin politik e kanë, me njëherë pas betimit, futet në votim kryetari i kuvendit dhe pastaj kryesia e kuvendit dhe pastaj qeveria. Se po vazhdon adresimi i zonjës Kusari, ndërsa për atë se çfarë u tha deri tash, do dua të rilidhem edhe një herë me zonjën Besa Luzha, të cilën e kemi në lidhje direkte dhe si pasojë mos interferimit të këtij fjalimi e ndalëm fjalimin e saj. Zonja Besa? Kusari na tha që në fakt është specifikuar qartë çka mund të bëjnë ministrat në detyrë, ndërkohë sot duket se ka pasur një vendim të kryeministit Kurti për një rrem të një personi të rëndësishëm në dogan të Kosovës. Kontradiktori kjo, zonja Luzha? Po, por të merremi me ato që ka ndodhur në Si duket kemi probleme me rrjetin e zonjës Luzha, mbase... Mirë është tani, zonja Luzha, vazhdoni. Po them edhe për shkak e mirë kuptoj që ata po dëshirojnë t'ja hedhin një farë mënyrë fajin opozitës, por sot për shembull bllokada thjesht ndodhi nga konsultimet duhet të ndodhin, e thash edhe në fillim, mirë po është dashur të hidhet në votim. Nëse pretendon që je shumicë fituese dhe për kalimin e deputetëve prezent, ti duhet të dëshmosh që e ke shumicën dhe nuk ka që se çka të intereson se çka bën opozita me qëndrimet e veta politike. Opozita është aty për të opozuar, për të kundërshtuar çdo gjë që ka opozita. Nëse do të kishim kaluar do thotë në verifikimin e mandateve, mandej mund të shohim se çka do të rritet më vonë kur do të propozoj emrin për kryeparlamentarin. Por kjo zvarritje një farë mënyrë e konsideroj që është e panevojshme edhe është dashur vetëm të zotit Dehari pas konsultimeve, që s'ka gjë të keqe. Falë, nuk po ju dëgjojmë shumë mirë këtu në studio në këto momente, si duket keni pak probleme me rrjetin, besoj që regjia do ta sanoj shumë shpejt dhe do të rikthehemi prapë me bisedën tonë. Ndërkohë në emisionin tonë Kosova Today, pra kemi edhe një lidhje direkte, si duket në lidhje direkte do ta kemi edhe zotrin Nasim Haradinaj dhe shpresoj që shumë shpejt do ta kemi edhe zonjën Besa Luzha në rrjetin tonë. Zotri Haradinaj, përshëndetje, mirë se erdhët në Kosova Today. Zotri Haradinaj, na dëgjoni? Po, ju dëgjoj. Mirë, zotri Haradinaj, duket se jeni kthyer në ambientet e punës të brendshme, sepse deri para orës 12 keni qenë para objektit të kuvendit Kosovës, aty ku deputetëve në ardhje u keni dorëzuar disa betime që të njëjtit të kujdesin edhe për ata që po akuzohen në gjykatën speciale. Na thuaj konkretisht çka u dorëzuat deputetëve në ardhje e saktësisht çfarë ballafaqimi kishit me Sfeqler, me Xhelet Sfeqler, ministrin në detyrë? Unë e pash pak që mediat pak e kanë lajthit që është tonë, sepse ne nuk kem dalë në emën të organizatës e veteranëve. Gjithashtu që është kanë gabu edhe vetë organizata veteranëve. Si duket problemet me rrjetin vazhdojnë? Dyja që dalë është nis me janja, një kauz cilën unë dhe shokët e mi veteran e kemi pas, disa për veteran, por sot kem dalë si qytetar, si votushtet gjithë atyre partive, kemi dalë edhe si veteran, por kemi dalë edhe si invalid, dhe kemi bon një kërkesë të cilën në një mënyrë veshët tonë na i guzhbiti ajo deklarata e Shtëpisë Bardhë amerikane, qoftë edhe në emrin e Grenelit, por të vetë presidentit Trump, se në parlamentin e Kosovës nuk po bëhet asnjë gjë për njerëz që janë para një drejtësie. Ndërsa Shtëpia e Bardhë, do thotë zoti Grenell, e quajti edhe gjykat politike dhe që ka abuzuar me fonde. Prandaj ne kërkuam që këta parlamentarë, të cilët e kanë votuar në emën të drejtësisë për të bërë drejtësi, sot të shohin që ai organ nuk ka për drejtësi,
të kryoj monitorim, të kryoj të lyp llogari, por edhe pse jo të bëj edhe lobim për kthimin e qelivjet e saj në Kosovë, me që se po quhet gjykatër Kosovës, por njëkohësisht të jetë edhe azhure dhe kritike ndaj deklaratave. Mirë, në fakt, po? Janë armiqësorë ndaj Kosovës ku deklarojnë Kosovën si Kosovën e trohi. Nuk mjafton një kërkim falje, nuk janë nxënës të klasës para të bëjnë gabime, janë njerëz elitë e drejtësisë, prandaj gabimet e tilla duhet të ndëshkohen, jo vetëm me një kërkim falje. Ose me një premtim që s'do ta thojnë më. Mirë, zotri Haradinaj, po se duket se ko paskoj për ju thrasi njerëzit, mund na prisnim vetëm pak në lidhje, sepse duam të kthejmë në Kuvendin e Republikës Kosovës, atje ku gazetarët po pyesën zonjën Kusari Lila dhe Haxhiu për gjithë ato që ndodhen? Edhe njëherë edhe po vazhdojmë. Unë po përgjigjem në të fundit e do të kemi paraqitje tjera. Ne, a ban, po, veç ti përgjigjem kolegeve tua, të lutem. Nëse dëshironi me pas përgjigje, duheni me mbajt rrallë, se përbes pizëni njëri tjetër. Tani po na hidroni se dikujt i përgjigjem, dikujt jo. Pra, edhe njëherë, ne jemi të gatshëm. Leurat s'po dëgjohet. Jo është ju përgjigj pyetjes. Jo të përgjigj. Vazhdoj. Veç merr universi me njëri tjetrin edhe ne jemi dakord. Edhe njëherë. Është duke u përgjigj zonja Haxhiu. Ne jemi të gatshëm që ta korrigjojmë vendimin e gabuar të Kuvendit Republikës Kosovës. Dhe janë disa zgjidhje përpara, unë e përmenda vetëm një. Por mund të ketë propozime tjera. Për shembull, mund sërish ose të krijohet, themelohet një komision i ri për verifikim të mandateve dhe ta shqyrtoj raportin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe të rekomandoj seancës për votim, ose komisioni që e ka kryp këtë punë fillimisht në seancën e 15 prillit ta bëj punën e njëjtë. Pra, jemi në një situatë të tillë. Ne kemi propozuar këtu, por që ata e braktisën takimin konsultativ. Linë djeni që keni mujt me kalu, verifikimin e mandate vetëm me 51 është jashtëzakonisht e rëndësishme që të ketë unifikim të qëndrimeve të grupeve parlamentare në Kuvendin e Republikës Kosovës. Ne jemi gatshëm që të betohemi si deputet, ta bëjmë betimin pra si deputet, të propozojmë emrin e kandidatit për Shiqoni vetëm pak, edhe njerë në aspektin procedural. Ju lutem, a ka mundësi që ta kthejmë aty ku shumica e pyetjeve të kësaj jane të paktën të djathtës janë. Pse su rikthye në votim raporti? Për arsye se ai raport është rrëzuar një herë. Procedura parlamentare thosë se një dokument i cili ka qenë i verifikuar, i nënshkruar, i votuar në parim njëjtë sikur se ndodh me ligjen e komisione. Ju ka prezentu seancës, në të cilin ka pas quorum, 109 deputet kanë qenë prezent. Ai është rrëzu me vot, ndërsa për procedurën tutje duhet të deklarohen. Nuk munden me thonë veç hedhen votim, për arsye se nuk është kjo çështje e mungesës quorumit. Në mungesë të quorumit, dokumentet hidhen në votim kur arrihet quorumi. Ne kishim quorum, 109 deputet kanë qenë në sallë. Dokumenti është rrëzu. Tani, nëse opozita nuk dëshiron të bisedoj fare as si çka do të bëj me atë raport, ose me atë dokument, po mbesim kështu, ose po drejtohemi, si që përmenda më herët, për një palë zgjedhje të reja. O pyetje për ata pse nuk votuar. Pyetje për zotin Krasniqi dhe zonjën Rexhepi. Ne jemi tani të gjithë deputet që presim të bëjmë betimin e pastaj të prezantohen koalicionet. Faleminderit. Jam përgjigj, i kemi votat. Faleminderit shumë. I kemi votat e nesër. Nuk i kanë votat. Me i pas votat kish hedhë në votim, sepse në skenarin të cilin e prezentoj Mimli Krasniqi në momentin kur dolin nga salla, atë skenare ka pasur edhe zoti Dehari dhe të gjithë thuajse të gjithë antarët tjerë të Kuvendit të Kosovës. Skenari që është përgatitur nga sekretariati i Kuvendit të Kosovës, në të cilin dokument tregon çka duhet të bëhet në këtë seancë e thirrur për ditën e sotme. Ato saktësisht shkojnë procedura vetëm për votim, jo për konsultime, jo
për të hedhur poshtë siç tha Sonja Kusari. Jo legjitim në këtë kuvend të Republikës, e ka njerëz që janë votuar që çndrojnë jashtë dhe rrjedhimisht mendoj që LDK-ja duhet me kërku kohë. Deputetët e LDK-s që duhet me kërku prokuria me bë punën e vet, me i dënu mbi një vjet burg ata që janë sot këtu që kanë vjedh vota, pastaj me pruni kuvend edhe malizim. Kështu që keni deputet të LDK-s mrena që kanë vjedh vota, nuk e meritojnë poshtë këtu, edhe rrjedhimisht LDK-ja për çfarë nuk o të i votu. Faleminderit. Tem i ngritjes së një çështje tjetër asaj të normalitetit kthimit të institucioneve në vendin e vet. Do të hajde ç'a me bë, s'po mundja me bë tash gjujna të fjalë tjera që të mirën njerëzit, të mirët publiku me kështu çështje, por jo do t'i formojmë. Po pse Basha s'da një përgjigje, apo dini se është pyetur pse mungoj në seancën e smartës? Po dhe sot, si duket, kanë munguar në momentin e kthimit, me gjatë sa arrita me verifiku, nga imazhet e pash që Xhelal Sfisha dhe Arbëria Nagafci kanë qenë dy të cilit kanë munguar në pjesën e kthimit në momentin kur rinisi nga zotri Dehari dhe në momentin kur shkoi përsëri në atë pauzën 48 orëshe, kësaj as sot me gjas nuk i kanë pasur as deputetët e vet, pra kanë qenë vetëm 46 deputetë të lëvizjes të vetëndosjes të pranishëm, paktën sa arrita me verifiku nga fotografitë dhe imazhet e publikuara nga kuvendi. Mbasi mund të verifikohet edhe gjatë ditës së sotme edhe të pyetet edhe anëtarët e vetëndosjes se ai kanë pasur vërtet të gjithë të pranishëm deputetët ato, por si duket jo, po megjithatë kjo çka tha zotria Kusari Lila nuk vlen që të shkohet përsëri në një komision sepse raporti i komisionit, ata antarët e atij komisioni vetë se e kanë aprovuar, e kanë votuar raportin si raport në atë mbledhjen që e kanë pasur të martën. Por kur erdhi në kuvend, nuk u votua, u ndryshua qëndrimi i opozitës. Edhe andaj nuk ka pse që të diskutohet përsëri, sepse nuk po parashihet kërkun hiç dhe për me u shku përsëri me u formu një komision tjetër, disa antarë tjerë, të shkojmë konsultime tjera, por vetëm duhet të votohet. Azran? Unë mendoj që gjithë ajo që ka deklaruar zonja Kusari, zonja Agjiu, janë vetëm justifikime, tendime për të justifikuar pozicionin e tyre, i cili është tërësisht i kundërligjshëm. Mund të flasin se çka dojnë që duhet ketë konsenzus, nuk parashe ligji dhe as fryma politike, demokratike konsenzus për miratimin e raporteve tilla. Është e vërtetë që ky është nuk ka qenë precedenti më pashëm që të mos votohet raporti mbi mandatet e deputetëve, mirë po edhe në këtë situatë duhet 61 vota. Pra ju përgjithësia i takon mazhorancës, i takon ai i cili mendon dhe beson që ka fuqinë politike dhe mandatet për themelu qeverinë dhe i ka numrat. Por derisa nuk i ka 61 numra, duhet gjej justifikime të ndryshme. Mirë po, situata nëse vazhdon kësaj, duke mos e paraqitur për votim raportin për mandate, atëherë është tash keq përdorim dhe është pengmarrje e pozitës cila i ka taku për shkak të moshës, pra mënyrë për shkak të rrethonave, për shkak të një kriteri të përcaktuar nga ligji dhe jo për shkak të meritokracisë, dhe në këtë situatë fakti që është nga partia në pushtet është duke u keq përdorur. Nëse vazhdon kështu, s'ka dilemë që çështja do të mund të shkojë në gjykatë kushtetuese për sqarim. Pra, sqarim të ligjeve në fuqi, rregulloreve dhe kushtetutës dhe padyshim që ajo çështje ndoshta do të mund të prolongojë edhe 2-3 javë më tutje zvarritjen e këtij procesi. Edhe si duket pas tentimit të tretë ka me u shku kjo në gjykatë kushtetuese sepse nuk kanë kuptim me ka gjatë në zvarritje. Çka është treguesi i kësaj nuk është çështja e një raporti. Është çështja e konsolidimit të fuqisë pretenduar të mazhorancës, së shumicës. Sepse këtu e reflekton se janë numrat apo jo. Kjo tregon që nuk janë 61 numra. Mund të na thojë neve çka dush, pa ata numra nuk janë fshehur dhe të vinë pastaj prej qiellit në formën e magjisë. Ata janë numra që sot kanë qenë prezent ose do duhet të jenë prezent. Pra, deri në mas nesër do të kenë ndoshta negocime për një numër 2 sepse numrat do të jenë vendimtar. Dhe kjo nuk është hera, por na e dim që në 2017 para miratimit të qeverisë Haradina i kemi prit autobusat ose veturat të listës sërbska për të ardhur nga edhe në çështje të zgjedhjes së presidentëve. Edhe diçka që është e rëndësishme që kjo pasqyrë sotme do të jetë pasqyrë prezantuese në rast që do të miratohet qeveria, që çfarë do me qeveria që do të miratohet do të jetë adopt
dhe e dyta që polarizimi mes dy bloqeve shqiptare është shumë i fuqishëm, është aty. Dëmon 51 mandate i ka partia në pushtet me nismën, edhe 48 mandate i kanë 3 partit opozitare shqiptare, që nënkupton që përcaktuese për stabilitetin politik, miratimin e ligjeve, në çfarë do pozicioni do t'jenë minoritetet edhe lista sërbska. Përdryshe është e habishme deklarata e zonës Agjiu në këtë moment ballë për ballë me zonën Kusari, kur zonja Kusari para disa ditëve ka thënë që nuk i kemi numrat. Ndërkaq tash zonja Agjiu në dalje sipër tha që i kemi numrat. Nëse do të ishin numrat, do të ishin 61 që do të kalonin kë raport pa pasur nevojën e deputetëve të tjerë dhe me ata 61 të votohen edhe kryetarët edhe nënkryetarit dhe të kryej kjo punë, por si duket nuk janë votat, andaj kërkohet ende më shumë kohë për të diskutuar dhe për të fituar ata numrat e cilët po mungojnë. Pra, të shtunën ora 12 caktuar që të vazhdoj kjo seancë, sipas parashikimeve tuaja, natyrisht to janë vetëm të tilla në këtë moment, opozita mund që të ejnë të çojë këtë çështje në kushtetuese? Po, nuk ka ndryshim, paktën siç po shihet, nuk ka ndryshim të lëvizjeve nga ana e opozitës. Në këtë rast ata po presin që ministrat dhe kryeministri të tërhiqen nga pozitat e tyre e jo të marrin vendim siç është sot gjatë paraditës kryeministri në detyrë Albin Kurti ka riemëruar drejtorin e doganave përsëri për një pozitë edhe një mandat tjetër. Ndonse lilan ata që një gjë tillë do ta bënte. Jo, nuk do duaj sepse në bazë të interpretimit kushtetutës dhe ligjeve në fuqi nga qeveritë e mëpashme, qeveria në detyrë ka kompetenca të kufizuara, pra vetëm administrimin e detyrave të cilat i përket kryeministit, po jo marrjen e vendimeve të rëndësishme. Pra nuk është qeveri që duhet marrë vendime të rëndësishme që përcaktojnë politikën e qeveri. Duhet përkohësisht të administroj pozicionin deri në miratimin e një qeverie cila ushtron kompetenca. Sa mund të marrë kohë përgjigjja e kushtetuesës? 2 deri në 3 javë. Praktika e fundit 2020, po praktika më e ardhshme 2014 në rastin e Vlanit ka tregu që në rastet e tilla kanë karakter urgjent, është obligim i gjykatës kushtetuese që të i trajton me një prioritet jashtëzakonshëm dhe brenda 2-3 javëve mund të jap një opinion lidhur me këtë çështje. Natyrisht duke interpretuar dispozita sepse afate për këtë situatë nuk ka dhe nuk mund të nxjerrë afate gjykata kushtetuese. Edhe më e problematike që është nëse dërgohet kjo në kushtetuese 2-3 javë. Pas 2-3 javëve kthehemi në seancë të ngjashme. Hajde po e kalojmë këtë me 61, shkojmë në zgjedhjen e kuvendit, në kryetarit të kuvendit. As ato nuk do t'i kemi votat siç duhet. Edhe ato përsëri do të shkojmë edhe lënda përsëri në gjykatën kushtetuese pas 2-3 herë 48 orësh, përsëri. Do arrin tek zgjedhjet lokale. Do të thotë shkojmë thjesht tek zgjedhjet lokale për të shkuar përsëri bashkë. Vendimi 2014 i ka dhënë të drejtë fituesit parë të zgjedhjeve, pra partisë kryesore që fiton, këtë rast është vetëvendosje, që ta propozoj dhe ta miratoj, domethënë kryeparlamentare. Po tash kjo situatë nuk e detyron, nuk e obligon partitë opozitare që ndoshta i kanë edhe më shumë se 61 vota, që ta miratojnë dhe kjo do të shkojë në një ngërç që ndoshta duhet ketë dhe një interpretim të ri gjykatës kushtetuese, i cili interpretim i kohës ka qenë shumë i kontestuar nga ana e juristëve, nga juristëve të ndryshëm, profesorëve, gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese. E qartë, në fakt, kështu kemi komentuar këtë që ka ndodhur, do të shohem se çka do të ndodhë të shtunën, Azren Shala na kishte thënë pak më herët, ndonse jo me emra që mund të jenë 2 deputet nga radhët e LDK-s që mund ta votojnë qeverinë Kurti, e beson këtë Enis? Në fakt edhe gjatë ditës së sotme u tha nga disa zyrtar, po nga nënkryetari e LDK-s Jona Lushaku Sadriu, që tha që i ka kontaktuar disa aktorë të lëvizjes vetëvendosje, i kanë kontaktuar 2 anëtarë të LDK-s, por që të njëjtit i kanë dhënë përgjigjen e merituar. Sipas saj, pra përgjigje negative për të bashkëpunuar me LDK-n. Do të thotë ka pasur kontakt. Është konfirmim nga vetë LDK që ka pasur kontakt të disa aktorëve të vetëvendosjes për t'i ftuar 2 persona nga LDK që ta votojnë. Që në çfarë do pozicioni qeveria Kurti do të jetë shumë e brisht, nga se lista sërbska i ka 10 deputet. I ka 9 vetë edhe Adem Hoxha, i cili ka qenë gjithmonë, mund të them, një zëri me listën sërbe, po. I cili përfaqëson një komunitet Goran atje që financohet shumë ekonomikisht, ndihmohet shumë nga Beogradi, dhe natyrisht ai përfaqëson më shumë zërin e Aleksandr Vučićit se sa komunitetit të Goran. Dhe a mund ta dëmtoj kjo në fakt Haradinaj nëse ka bërë një grup parlamentar bashkë? Tash nuk e di unë, ai do të jetë opozitor, nuk e di çfarë pozicione do të ketë pozicion të unifikuar me listën sërbska, po në të gjitha mandatet e kaluara ka treguar që ka politikë të unifikuar.
Ajo që është treguar nga ajo është që nuk shë gjutë bashkëpunimit me zotin Kurti, besas nuk ka kërkuar duke diçka që saktësisht ta përdorë si arsyetim për refuzimin e bashkëpunimit të tij. E gjithçka mund shkojë deri 61 mandate, 48 plus 3 nismës dhe 9 komuniteteve 10 të deputetëve të tjerë të minoritetet përfshirë edhe në Nad Rashiqin. Këtë parim nuk do të mund të dëmtonte teknikisht zotrin Haradinaj një bashkëpunim. Politikisht po flas. Jo, sepse kjo lloj bashkëpunimi është më së i nevojshëm për zotrin Haradinaj për ta fituar grupin parlamentar, që të fitojë ato të mirat që ja servon një grup parlamentar. Pra minutazhen, minutazhen për të diskutuar, për të paraqitur çështje brenda kuvendit, sepse si grup parlamentar ka kogja më shumë pushtet dhe minutazh brenda diskutimeve në për kuvende, në për komisionet parlamentare. Nëse mbeten të tillë, atëherë mbesin anash dhe nuk mund të pozitete do për AK-n. Në këtë rast, AK-ja mund të shfrytëzoj zotrin Adem Hoxha në këtë rast vetëm brenda kuvendit të Kosovës, por do të shfrytëzoj vetëm teknikisht sa për t'ja marrë atë vot, por jo edhe për çështje politike. Me shumë gjas, zotri Hoxha do të vazhdoj diskutimet dhe qëndrimet e tij politike personale, private, i kanë mbajtur deri tani, por jo nuk do të bashkëpunojnë politikisht në qëndrime me zotrin Haradinaj dhe aleancën, deputetët aleancës. LDK ka lëshuar në fakt një komunikat, ka deklaruar se lëvizja vetëvendosje është ajo që sërisht e ka bllokuar seancën e konstituimit kuvendit të Kosovës. Sipas LDK-s, kryesuesi shkeli rregullorën sepse në sallë ishin 100 deputet, kishte quorum për të votuar. Kështu ka thënë LDK vetëm 2-3 minuta më herët. Fakt, ato që e pam, fillimisht ishin 118 deputat me të hyrë, me të nisur seanca. Ato kanë pasur mundësi ta hedhin në votim dhe të përfundoj teknikisht dhe të shtyje përsëri një 48 orësh tjetër. Por shkoi në pauzën 48 orëshe pa e hedhur, pa tentuar fare në çështjen e votimit. Andaj edhe kjo, me të drejtë, këtë rast opozita kërkon që pse nuk u hodh. Përderisa njerëzit kanë qenë prezent. Mos të ishin as 61 prezent, atëherë nuk do të kishte quorum të mbajë seanca dhe të shkojë, por njerëzit kanë qenë brenda dhe nuk u hodh fare në votim. Mirë, në fakt këtu edhe po japim fund këtij komentimi të këtyre zhvillimeve dhe tentativave për të konstituar kuvendi. Të shtunën duket se kanë punë edhe ju, por edhe të tjerë kolega gazetarë që do e mbulojnë seancën e të së shtunës. Urojmë që mos kemi nevojë ta mbulojmë nga marta tutje, të shohim. Faleminderit Penis Reqica, kënaqësi të kishim këtu. Azem Tyçi, faleminderit shumë. Mirë, ne shkputemi tani me pak publicitet dhe në fakt sot përpas kësaj seance, tentim seance në kuvendin e Kosovës ka pasur një tjetër për rastin terrorist të Banjskës, Qëndresa, kolegja gazetare ka qenë atje, kthehemi vetëm pas pak. Mirë, duket se kemi adresimin e Donika Gërvallës, le ta shohim bashkë. Po subjektet politike që janë opozit është një kontinuitet i kritikës së vazhdueshme me gjithë aktet e tyre sabotuese edhe refuzuese. Është e pamimagjinueshme që të pengohet 2 ditë me radhë konstituimi i Kuvendit Republikës Kosovës për shkak të çështjeve të cilat në fakt nuk përbëjnë asnjë lloj teme. Unë ju bëj thirrje edhe nga kjo intervistë partive opozitare që të heqin dorë nga qasja e tyre bllokuese edhe të hapin mundësinë e konstituimit të kuvendit. Mendoj që ka mundësi të mjaftueshme për të shprehur destruktivitetin dhe vullnetin politik kundër mazhorancës dhe nuk është votimi i një komisioni, një raporti të tillë kjo. Ne kemi ardhur në një pikë kur do të na duhet të ulemi dhe të bisedojmë së bashku dhe këtë gjë provoi zoti Avni Dehari, deputeti Avni Dehari sot si kryesuesi i seancës. Mirë, po një opozitë e cila refuzon madje dhe konsultimin dhe lëshon në mënyrë demonstrative dhomën kur fjala është qoftë edhe për një konsultim jo formal, atëherë sinqerisht nuk e di se cili është plani i tyre. Kam përshtypjen që të gjitha ato deklarata që nuk i kemi numrat, tani që e kanë nuhatur që gjërat shkojnë në drejtimin e dur, interesimi për të gjetur rrugë të tjera për bllokimin e e krijimit të institucioneve është forcuar dhe më tej. Në votime që ka pas konsensus. Po ne prandaj kemi ardhur sot në sallë për të treguar në vendit ku duhet se si do të vazhdoj procesi. Neve duhet të arrijmë ta kapërcejmë këtë blokadë
që e kemi deri tani, me qëllim që të mund të vazhdojmë punën tonë. Nuk mund të hidhet në votim një raport i cili është votuar kundër. Prandaj ne kemi nevojë të diskutojmë me njëri tjetrin cila është rruga, dhe refuzimi, qoftë edhe për diskutim, për mua është tërësisht i pakuptueshëm. Komplet i pakuptueshëm dhe i pakuptueshëm. Po ku di unë, nuk kam aftësi parashikuese se çfarë cilë. Jo, bësitoni, konsultoheni. Unë kërkoj ndihmën e opinionit publik që të bëj presion publik ndaj partive opozitare që të heqin dorë nga qasja e tyre blokuese institucioneve. Nuk është ky momenti për luftë politike. Të shkojmë deri tek votimi i kryetarit të kuvendit, edhe atëherë shohim e bëjmë se si janë numrat. Po mirë, a ishit deri tash në këtë çka fola unë deri tash? A ishit ju këtu sa fola apo vetëm si robot përsërisni vazhdimisht? Po urdhënon. Të shtunën, dështon, ose të shtunën pasi dështimi. A ka gjonsa që të digjet mandati deputet? Unë nuk dua të paragjykoj asgjë për të shtunën. Mirë po, deputet të cilët refuzojnë të konfirmojnë mandatin e tyre, të cilin tashmë ja u ka certifikuar KQZ-ja. Sinqerisht që nuk janë men. Sinqerisht që jo. Prandaj, duhet hiqet dorë nga destruktiviteti, mundësi ka për ta tejkaluar situatën, ama nevojitet vullnet. Prandaj, blokada nuk duhet tjetë alternativë dhe për këtë kërkoj ndihmën e opinionit publik, sepse në këto kohë të vështira, në për cilat po kalon gjithë kontinenti, nuk e kemi luksin të rrim dhe të diskutojmë për blokada formale, teknike, por duhet të ecim përpara. Faleminderit shumë për interesimin tuaj. Mirë, kemi ndjekur kështu bashkë të adresim të Ministrës Detyrë të Punëve të Jashtme Donika Gërvalla Shfarc. Tani shfutemi me pak publicitet dhe i kthehemi e flasim për atë që u prezantua sot në rastin terrorist të Banjskës. Kthehemi vetëm pas pak.